Pjesa e dytë. Vajza me prejardhje tjetër. S'kishte përfunduar ende lufta me Japoninë, po ja që ngjarjen e madhe e rrësuan edhe ndodhi të papritura. Gjithë Rusisë u përhapën dallgët e revolucionit, njëra më e fuqishme se tjetra, të papara për nga forca. Në këtë kohë erdhi nga Urali në Moskë e shoqja e inxhinierit belg, një franceze e rusizuar, Amalia Karlovna Gishar, së bashku me dy fëmijët e saj, Rodionin dhe Larisën. Djalin e futi në shkollën e kadetëve, vajzën në gjimnazin femëror. Për rastësi, në po atë gjimnaz e në po atë klasë në cilën mësonte Nadia Kologrivova. Zonja Gishar kishte me vete kursimet nga të ardhurat e të shoqit. I kishte kartmonedha, vlera e tyre po binte. Për të parandaluar shterrimin marrëmendës të mjeteve të saj financiare dhe për të mos ndonjur duar kryq, zonja Gishar bleu një atelje mode të Levickëve që ndodhej jo larg Portës së Triumfit, së bashku me të drejtën për të përvijuar traditën e firmës së vjetër, me synimin që të ruante personelin dhe klientelën. E hodhi këtë hap e këshilluar prej avokatit Komarovski, miku të shoqit, njeriu tek i cili mbështetej, një afarist gjak që e njihte botën ruse të biznesit si pesgishtat e dorës. Edhe largimin nga Urali për në Moskë, zonja Gishar e bëri me këshillën e avokatit. Komarovski e priti në stacionin e trenit, i çoi përmes Moskës në dhomat e mobiluara të Çernogovit, në rrugën Oruzhenjeja, ku kishte zënë për ta një dhomë me këshillën e tij, e regjistroi Rodionin në shkollën e kadetëve dhe Larisën në gjimnazin femëror. Rrugës për këtu, Komarovski fliste me shaka djalit, kurse vajzës i thoshte ca gjëra dhe hidhte ca shikime që e detyronin të skuqej, mitorakes një fytyrë vinte e një tjetri shkonte. 2. Përpara se të vendoseshin me banim të përhershëm në apartamentin me 3 dhoma, Gisharët ndenjën një muaj të Çernigovi. Ishte një nga vendet më të tmerrshme të Moskës, plot me pjetore e kabare, ku sorollateshin shthuranikët dhe kopukët, pianecët dhe ajdutët, njerëz të hurit e të litarit, por banonin edhe qenie fatkeqe, nevojtare, që kishin marrë fund me gjithçka. Fëmijët nuk i çmeriti as papastërtia e dhomës, as tërtabiqet, as shëmtia e mjedisit. Pas vdekjes së babait, marronte me gjak të ngrirë, e kërcënuar nga pasiguria dhe frika nga e keqja. Rodja dhe Lara u mësuan të dëgjonin shpesh lebeditje, dërithërima zëri, angështi shpirti, por u mësuan edhe me mendimin se tashmë nuk kishin fëmijë, se mosha e lodrave patikur, edhe në shpirt kishte bërë fole ndroja edhe për ulja përpara të pasurve të plotfuqishëm, siç ndodhet me fëmijë të rritur në shtrehat vërtetënore. Shembullin më mbërslënës dhe prekës u jepte ëma. Amalia Karlovna ishte një bjonde 35 vjeçare, trup lidhur dhe e mbajtur, por që ankthi shpirtëror dhe frika për të nesërmen i shpërthente jashtë tërë në vrastini e madje me marrësi. Ishte frikacake e pandrejtshme, drithëronte nga çdo prekje mashkulli. Kjo gjendje frike e detyronte të kalonte dorë në dorë, e bënte vetëm për vetëmbrojtje. Te Çernigovi, Gisharët zuan në dhomën 23, kurse në dhomën 24, nga dita e lëshimit të tyre me qera, banonte violonçelisti Tishkevich, që mbante paruke për të fshehur mungesën e flokëve. Dimër e verë lahej në djers, por e kishte të mirë zemrën. Sa herë që donte ta binte dike për diçka, paloste për përgjërim të pëllëmbet pas gjoksit, i shtrëngonte fort pas tij, me fjalë të nxehta e siguronte tjetrin për vërtetësinë e asaj që pohonte. Pastaj jepte lart kokës, i rrekollente dhe i zgurdullonte syt, njësoj siç bëjnë në ekstazin e frymëzimit. Punonte shumë, jepte koncerte edhe skursejet i binte veglës edhe në mjedise shoqërore. Rrallë dukej në dhomë, tërë kohën e kalonte në punë, në teatrin Bolshoi, në sallën e koncerteve të konservatorit e Gjedhju. Fqinjët u njohën, detyrimet e nërsjellte i afruan. Me që prania e fëmijëve pengonte Amalin gjatë vizitave të Komarovskit, Tishkeviçi linte Çelsin. Ato takoheshin në dhomën e tij. Nuk kaloi shumë dhe zonja Gishar u mësua aq shumë me bamirësinë e tij, saqë jo rrallë i detyrohej me lutje për ndihmë, sidomos i kërkonte ta mbronte nga tutori i saj. 3.
Ishte një shtëpi një kaçe jo larg qoshës së rrugës Zverskaja. Ndodhej afër stacionit e korridor të Bretskut. Pranë ishin apartamentet e punonjësve të Kurudhës, garazhi i lokomotivave dhe depot e stacionit. Në këtë shtëpi një kaçe banonte Olja Domina, vajzë e zgjuar mbesa një punësi e Kurudhe. Ishte nxënëse e aftë, e kishte me sy të mirë pronarja e vjetër e rrobaqepsisë, tani e mbante pranë te kjo e reja. I pëlqeu Lara. Në atelje puna vazhdoi një lloj si në kohën e Levickëve. Po ato makina qepse që zhurmonin ditë e natë, po ato ftyra rrobaqepsesh të vjetra të lodhura të raskapitur nga puna e zgjatur. I shije kur doje me kokën ulur, me punën përpara. Ishte po ai mjedisi mbuluar me copa lecka, shtofi dhe basme. Bëshin po ato biseda me zot lartë për të mbuluar rrapullimin e makinave qepse. Dëgjoi po ajo cicerimi joshse e kanarinës në kafazin poshtë harkut të dritares së madhe. Në dhomën e pritjes, zonjat porositse, të mbajtura mirë dhe stolisura si në piktura, rrethonin tryezën e vogël me revistat e modës. Disa rrinin ulur, disa qëndronin në këmbë. Merrnin poza që i shihnin në revista dhe u pëlqenin më shumë. Këshilloheshin për modelin që do të shkonte më tepër. Prapa tryezës së madhe në vendin e drejtuesve të punëve, qëndronte Nimsea e Amali Krallovës, prestarja e vjetër Fajna Sidantjevna Fetisova, një grua kocke lëkurë me nishane në faqet e rrudhosura. Në gojë mbante cigarishten prej kocke, e shtëngonte me dhëmbë të nxirë nga duani, lëshonte kohë pas kohe fjollat verdha tymi nga goja dhe nga hundët, e rrethuar nga grumbulli i grave që prisnin radhën. Mbante shënim në bllokun e madh, masat e klientës, numrin e faturës, adresën e porositses. Amalia Karlovna ishte e re në këtë punë, që e kishte marrë ende dorën, nuk e ndjente veten zonjë shtëpie në kuptimin e plotë fjalës, por personeli i shërbimit shquhej për ndërshmëri dhe ndjenjë detyre. Sidomos mbështetej te Fetisova. E prapë se prapë ishte kohë e shqetësuar. Ajri ishte i nginjur me alarme. Amalia Karlovna i trembej së ardhmes. Në shpirt i kishte bërë fole ankthi. Kjo ndjenjë pasigurie për të ardhmen ja priste fuqitë. U vinte shpesh e më shpesh Komarovski, kalonte mes përmes punishtes, i drejtoi zyrës së pronares, i trëmte me shfaqjen e tij të beftë gratë gjysmë të zhveshura që provonin porosit, të cilat me ta parë fshiheshin shpejt prapa perdeve, dhe që andej si kursenin shpotit e thumbat në adresë të tij, sidomos kur u fliste ai veti i pari e bënte shaka. Rrobaqepset e shoqëronin me përshpërima qortimi, dukeshin të pakënaqura nga kjo sjellje e tij. E pruri kokën, pas ka marrë malli për Amalin, hamshor, bandillë si plasur, dëgjoheshin zërat e tyre. Sidomos e shanin për buldogun gjek që së ndante kur nga vetja, nga do që shkonte. Qeni e tërhiqte hosh dhe me aq forcë sa që Komarovski mezi e mbante, detyroi ta ndiqte pas siç ndjek i verbri kafshën udhërrëfyese. Një ditë pranvere Gjeku i su Larës dhe e kafshoi në pulp, ja shqeu çorapen. Do t'ja tregoj qefin. Do të më shoh mua, i shpritin vesh Larës me lot në sy Olja Demina. Vërtet, është shumë i vështirë, e gërsire jo qenë, i tha. Po si t'ja bësh? Ule zërin që të mos na dëgjojnë. E kam menduar si do t'ja punoj. Ka ca vesë të kuqe pashke, të bëra prej guri apo prej qelçi. Ja, ma myt ka një në komodin. E di, ajo jona është prej mermere, po ka dhe prej qelçi. Mirë, e dike. Afro të ta them në vesh se si do ja punoj. Do ta lyej vezën mirë me dhjam deri. Ajo e gërsire babzitur do t'ja ndjej erën. Do t'a kolltis, ose do t'i ngec në gryk, ose do t'i bjerë plumb në stomak e do t'u ngordh. Kur t'a gjejnë, do t'a shohim me këmbë përpjet. E kuptove? Lara qeshi. Mendoj me dëmshuri për shoqen, se ishte e varfër, mezi e mbanin frymën gjallë. Fëmijët e nevojtarëve piqen për para kohe, por zemrën fëminore e ruajnë të paprishur. Ja Gjeku, veza e kuqe, ku i shkoj mendja. Kurse për vete Lara mendoj, po kjo ime, ç'është kështu ky fati im? I shoh të tëra, i kuptoj të tëra. Për të gjitha më dhëm zemra. 4. Çudi, ai ka mamin. Është si i thon, janë fjalë turpi, nuk duhen përmendur. Atëherë ç'është kështu? Pse më sheh ashtu? Jam e bija. Ishte pak më shumë se 16 vjeç,
por duke i thuaj se vajzë e pjekur. Kush se njihte i jepte më shumë. Ishte mendje e esull, me zhvillim të rregullt dhe me karakter. Ishte nga ata që të ngelen syt. Si ajo, si i vllai e dinin fort mirë, me kohë e kishin kuptuar si duhet i përvishnin mirë mëngët, të çanin jetë me forcat e tyre. Ndryshe nga fatlumët që notonin në bollëk, nga fëmijët e siguruar në mërqenie, nuk kishin kohë të mbisnin me zhbjerime të kota, s'kishin një parashtytime teorike edhe për të rrahur ujin havan. Duhet mendonin për çështje me dobi praktike. Ishin krejt papranueshme te prit. E parë me këtë sy, Lara ishte krijesa më e pastër e kësaj bote. Jeta i kishte mësuar të njihnin çmimin gjërave, arritjet dinin t'i vlerësonin. E pra, duheshin vënë gjitha forcat që të tjerët t'i merrnin me sy të mirë, përndryshe nuk shkohej përpara. Lara mësonte shumë, jo nga adhurimi abstrakt i dijeve, por për të shmangur pagesën për shkollën, të shkëlqyerit stimuloheshin me të mësuarit falas. Veç ashtu si mësonte mirë, po aq mirë lante enët, ndihmonte në atelje, kryente gjithë varëpërësisht të mamit. Punë t'i bënte pa u ndjerë, vepronte e sigurt në vetvete dhe me mendjen në kokë. E dinte, edhe shpejtësia duhet ishte e padukshme, edhe shtati i derdhur s'duhet binte në sy. As zëri këngëzues i ngazëllimt s'duhej lejuar diktohej nga të tjerët, po dhe sytë bojeri edhe flokët bjonde të hirshëm, gjithçka që formonte një tër harmonike nuk duhet binte në sy. E diel, me sikurikut, e kremte, mund të rije në një organ pak më gjatë se ditë të tjera. Lara që shtrirë në shpinë me krahët minën kres. Punishtja heshte. Në dritaren e hapur që shite rrugën hynte rrapëllima rrotave të karros, në përkaldërëmin e sokakut, e përzierë me trokllimin e patkojnëve të kuajve. Sikur të flija dhe pak, tha me vete Lara. Gumzhima e qytetit e nënoriste jo më pak se një nulla. Gjatësinë e shtatit edhe gjendjen shtrirë e perceptonte përmes dy pikave. Njëra pikë ishin skajet e supeve, tjetra pikë ishin majet e gishtave të mëdhenj të këmbëve, ndërmjet tyre ishte ajo. Lara me qenien e vet, me jetën e vet, të sistemuar se s'kishte më mirë brenda kontureve të shtatit. Ishte e tëra me synimin e pandashëm për të qartë drejt së ardhmes. Duhet fjetur, i tha vetes vajza, dhe përfytyrimi i bërëdhëroi të vendi ku qëndronin pajtonët. I ndriçuar me bujari nga dielli, të rreshtat të tezgave për shitje mallrash, të shtyllat me fenerë ndriçues, në sheshin ku qëndronin pajtonët, të jeta patelashe në bollëk që bëhen vilat luksoze. Me sytë e mendjes pa pak më poshtë, si stërviteshin dagonët në oborrin e kazermave të Znamenskut, kuajt e ushqyer, dorinjtë e zgan, të mësuar, që nuk ecnin për vallzonin duke bërë rrath rregullt, pa kalërimin me galop, vrapimet e revan, dadot detajet me fëmijët që kishin ngjeshur fytyrat pas gardit për të parë sa më mirë. Përftyrimi i ngryu, pak më poshtë, ishte rruga Petrovka. Ç'është kështu me ty, Lara? E pse tërë këto përftyrime? Edhe përgjigje ishin fjalët e tij. Asgjë më shumë se dëshirë për të njohur me vendin ku ndodhet apartamenti im. Është këtu afër. Në sheshin e pajtonëve ndodhej shtëpia Oljes. Festonte ditëlindjen do të argëtoheshin. Tango, shampanjë. Ai ftoi mamin, po mami s'mundi të vinte, ishte pa qef. I tha, merrni Larën e shkoni, se ju gjithmonë me porosisni. Amali, kujdes Larën, Amali, ruaj Larën, ja dhe rasti, ruajeni, keni kujdes. Edhe ai e ruajti. Të bukur të ruajtur që bëri, ha ha. Vallëzimi shmëndër valsi. Rrotullohesh, vërtitesh, për asgjë nuk mendon. Dëgjon tingujt shpirtëdhënës të muzikës. Vetë të duket se jena norisur një jetë të tërë nën tingujt e saj, ashtu siç ndodh në romane. Po me të pushuar muzika, ndjesia e skandalet me vetveten, të kaplën shpirtin. Të duket sikur të kanë hedhur në kokë një kovë me ujë të ftohtë, sikur të kapen lëkuriq. Se vetë ju, do s'do, gjatë vallëzimit valsit i ke lejuar disa liri vetes, për të dukur si qe, e di ç'ke bërë për të mburrur sy të tjerëve, për t'u dhënë të kuptuar sa e madhe je. Pse kish pendehur se ai vallëzonte aq mirë, mrekullisht bukur. Me çfarë jeshie dhe sigurie ta pushtonte trupin, me sa delikatesë ta shtrëngonte mesin.
me sa lehtësi kërcente. Pas kësaj që i ndodhi, kurrë në kurrës nuk do të lejonte kënd ta puthte. As që e kish marrë mend se në buzët e huaja mund të gjende një paturpsi e tillë, kur i mbajnë të shtrënguara pas buzëve të tua. Duen flakur te i marzit, një herë për gjithmonë. S'kishte pse shtire naive, s'kishte pse duke e përgjoruar, s'kishte pse i topit të syt, pse i kapsalliste si e mbuluar nga turpi. Marifete si ato nuk kanë fund mirë. I duhej vënë gishti kokës. Një hap i pamatur dhe gremisesh në humner. Duheshin shkullur nga mendje vallëzimet. Ishin cit me tundi me djalli. Kështu e tutje nuk duhej pranuar asnjë ftesë për vallëzim, nga kushdo që të vinte. Mund edhe të shpifësh, të thuash se nuk ditë hedhësh këmbët, se i ke ndrydhur dikur e tjera justifikime. 5. Atë vjesht pati turbullime nga të gjithë nyjet e kurudhore që lidhnin Moskën me qytetet e tjera. Vendimi për grevë të përgjithshme ishte marrë. Pritej shkaku për të shpallur. Ishte një ditë e ftohtë dhe lak shtetори. Ditë e vrenjtur, e zymt. Ditë rrogësh, po ndryshe nga herët e tjera, shpërndarja s'po fillonte. Përpara ndërtesës së drunjtë të administratës së stacionit e korridor të Bretskut, u mblodhën konduktorët, ndërruesit e drejtimit shinave, karpentierët, mekanikët dhe ndihmësit e tyre, pastruesit e vagonëve, radhës së gjatë si duke i fundi. Nije aroma afrimit dimrit, era gjethorinave të shkelura të përbaltura, era qymërkurit përzier me afshin e bukës së pjekur, që vinte nga restoranti i stacionit e korridor, e cejaknin lokomotivat që vinin rradh vagonet, lëviznin ngadalë trenat. Dëgjoheshin fshkëllima bilbilesh, përplasje vagonash që përgatiteshin për rrugë, gulqimet mbytura lokomotivash, sirenat e tyre të fuqishme çanin ajrin e ftohtë. Ret dendur atymi ngrieshin drejt qiellit, pastaj përhapeshin e devariteshin. Repojës të dendura të bardha lëshoheshin mbi shina me fshkëllima. Ishte avulli nxehtë që lëshonin lokomotivat. Në një anë të platformës duk figura e shefit të transportit, inxhinierit Fufligin dhe kryeministrit të oficinës Antipovit. Për të saktën herë po e bezdiste shefin me kërkesën këmbgulse për riparimin pa vonesë të disa shinave të konsumuara nga puna e gjatë. Provat e bëra kishin treguar se çeliku i tyre s'kishte qëndrueshmërinë e duhur. Nga ngricat mund të ndodhnin plasje, avarit do të ishin të pashmangshme. Drejtoria e stacionit e korridorit ishte vënë me kohë ndjeni të gjendjes, por askush se kishte vënë ujë në zjarr. Ankimet e Antipovit vazhdonin të binin në vesh të shurdhër. Fufligini e kishte zbërthyer qyrkun e shtrenjtë, i dukej kostumi i ri fringo, qepur prej stofit mirë, ecte me hap të shtruar, këmbët i vinte me kujdes si të ecte mbi ves. Arrinte dhe shihte i mallngjyer pullat e xhaketës, hekurin spic të pantallonave, majat e këpucëve të modës. Fjalët e Antipovit nga njëri vesh i hynin dhe nga tjetri dilnin, duke që mendja e rrinte gjetju, bënte ç'bënte me orën, e nxirrte, e shihte, e fuste përsëri në xhep, dukej se për diku ngutej. Ti si ke keq, tapan po flet mor byrazer, ja ndërpeu me padurim fjalën lung bashkëfolësit. Po kjo që thua vlen vetëm për rrugët kryesore ose për nyjet e kalimeve, ku lëvizja është e madhe. Kurse pjesa më e madhe e shinave të stacionit punon pa ngarkesë, janë shina rezervë, ansor, shërbejnë vetëm për këmbime vagonash. Nuk e ketë për ligjur pa kënaqësinë dhe ankesën. Nuk po shë se ç'bëhet, jo që duhen lënë ashtu siç janë, por ama dhe shina druri po të vesh s'bën keq. Fufligini e nxorri përsëri orën, e pa, e mbylli me përplasje kërcitse kapakun, e treti larg shikimin, andej kuçadeja i afroi linjës e korridore. Në bryllën e saj u duk një pajton. Ishte pajtoni i Fufliginit. Brenda ishte shoqja, kishte ardhur ta merrte. Pajtoni ndali fare pranë bashkëfolësve. Karrocieri i foli kuajve me zot ulët të ngrohtë si zë gruaje, të kujtonte zërin e Dados që merr me të mirë foshnjën që qanë. E bënte që t'i qetësonte. Kuajt trembeshin nga e kurudha, nga lëvizja e lokomotivave në stacion. Në qoshet pajtonit, gjysmë shtrirë në jashtër çka të butë rrinte një zonjë e bukur. E po, her tjetër flasim, këtu jemi, i tha shefi i transportit, edhe tundi krahun sikur donte të jepte për të kuptuar që tani nuk kishte kohë të merrej me shinat. Kishte punë të tjera më të rëndësishme. Bashkëshortët u nisën. 6. Kur po binte Moktira,
Pak më janë rrugës në fush, si të mbinin nga dheu, u dukën dy figura njerëzish, që përpara atij çasti nuk ishin qenë sipërfaqen e atij vendi, po që ja, ku ishin tani? Panë rreth rrotull vjedhurasi edhe u larguan me të shpejtë. Ishte Antipovi me Tiverzinin. "Jepu këmbëve", i tha Tiverzini. "Sërse u trembëm, hafijeve, po me të maruarat mbledhje pa breqet, do të dalin nga vendstërimi. Zëre se i ke këtu. Kurse unë si shoh dot me sy. Në hyrje vallës, çoje deri në fund. S'ke çpretme. Ja dhe ti bukurosh na e tregove veten, e morën mbrojtja atë zhgravinën, Nikolajevskajan. Darja i me shoqe u sumur nga tifoja e zorëve. Duhet shtruar, po s'mbarova punë me të, asgjë nuk më hyn kokë. Dëgjova se do të na japin rrogën sot, po dal një herë nga zyrat. Po të mos ishte ditë rrogash, si përpara Zotit po të them, do t'u bëja paqet." "E pse?" më lejoni t'ju pyes. "Sepse puna ime e del tjetë e qëruar. I hipa lokomotivës, kalova në kabinën e manometrave, i rash sirenës dhe bëra atë që duhet." U përshëndetën dhe u ndanë. Tiverzini eci në drejtim qytetit. Rruga ishte plot me njerëz. Ktheheshin nga stacioni hekurudhor për në shtëpi. E kuptoj, rrogën u a kishin dhënë të gjithëve. U ngrys. Në sheshin përpara zyrave që mbledh punëtorët e pa zënë në punë. Mita binte drita e fenerëve të zyrave. Në anë të sheshit duke i pajtuar fufliginit me të shoqen brenda. Po e priste. I shoqi kishte vrapuar deri në llogari për të marrë rrogën. Befas filloi një llohe lagësht, shtruar e me nge. Karrocieri ngriti strehën e pupës. Fufligina e afroi kokën te dritarja, pa në dritën e fenerëve të ndërtesës së zyrave llohen e dëndur që binte. I hodhi sytë ndërrimtar mbi kokat e punëtorëve të pa zënë punë, duke i sheshit për llogaritë e atij shikimi. Ai shikim mund të depërtonte mes përmes tyre, ashtu siç do të depërtonte mes përmes mjekullës dhe tufanit të dëborës. Tiverzini fare rastësisht e kapi shprehjen e syve të gruas. I erdhi zor që e pikasi. Kaloi përbëri pajtonit. Fufliginën nuk e përshëndeti. Tha me vete se rrogën do të merrte pak më vonë, nuk donte të shkonte tani në llogari për të mos e takuar të shoqin e saj. U tërhoq me një në drejtim të vendit më pak të ndryshuar të borrit, aty ku ishte rrjeti më i dëndur i degëzimit të shinave që të shpinin në garazhin e madh të stacionit hekurudhor. "Tiverzin, ku prik?" dëgjoi ta thrisnin nga errësira. Vuri re se përpara garazhit ishin mbledhur njerëz. Nga brenda vinin britma, sharje, dëgjoi e qara një djalke. "Kuprian Saveljeviç, ç'është kjo këtu?" "Mos e lini të rrahin djalin", i tha një grua nga mesi e turmës. Nuk ishte hera parë që mjeshtri i vjetër Pjotr Hudolejevi e kordiste ndru nxënësin e mitur Josifin. Plaku në pranë nuk ishte qenë i tillë, njëherë një kohë kishte qenë bashkë i dirmoshave. Pasti i binin në dashuri e gati linin kokën vajzat e tregtarëve, shitset e robëqepset. Kurse Hudolejevi ra në dashuri me Marfa Gavrilovën, që sapo mbaroi shkollën e mesme fetare, i kërkoi të martoheshin. Kjo nuk pranoi. U martua me shokun e tij më të ngushtë, me mashinistin Saveli Tiverzin. Ky vdi gjatë një aksidenti hekurudhor. 6 vjet pas ngjarjes, Hudolejevi ja kërkoi përsëri dorën. Tani së ëmësve i ushte ku prik Tiverzinit. Kjo përsëri nuk pranoi. Nga dëshpërimi, mjeshtri Hudolejev u dha pas trakis. U lshua u katandis në ditë hallit. U e gërsua me botën mbar. Grine e kacafytej pas hiç mosgjëje, të dukej se kërkonte të hakmerrej në përkëmbjen e përbindshme nga jeta njerëk. Josif ishte i biri fshesaxhiu të stacionit hekurudhor. Një arigji i kputur. Tiverzini e mbante me pekule varfanjakun e pambrojtur. Nga kjo, Hudolejevi sa spëlsiste nga marazi. "Po pse ashtu mbahet lima mori shkalluar?" "Shtrëngoje mirë dhe jepi si duhet", u lërinte Hudolejevi me sa kishte në kokë, edhe u jepte liri duarve, i shkurte flokët, veshët, dhe i dha dhe ca të ngrohta faqeve dhe prapaqafe. "Hajde, shtrëngoje", thonë. "Jepi limës mon dëmbel. Nuk lejon ti bësh punët që ke shko si më kamp." "Po lam o xhaxhi, lam, do ta shtrëngoj, do të mësoj si duhet të mbaj limën. Lam se më dhëm. Pse është hera parë që ma punon kështu? Më ragoja duke të mësuar, po ti në tënden. Me prish edhe fileton e boshtit." "Jo xhaxhi, fileton e boshtit se preke fare me lim." "Po ty kush da leje të rrahesh atësh e ta trembësh ashtu djalin?" e pyeti Tiverzini që qohu mes përmes turmës dhe ju afrua.
Ku kapen 2/3 duhet futës hundet. Nëse di ta mësojon, ja kthoi çakurryer Hudërejevi. Të pyeta kush dalej ta rrajësh djalin, këtë më thuaj. Kurse unë të përgjigja të shkosh e të shohësh punën tënde. Mu hiq sysh. Përpaksa se nxorri jashtë përdorimit boshtin. Hidhja macës pastaj. Vetëm sa e hoqa pak veshën dhe ja shkula pak flokën. Për të vënë mendje e bëra. Nxënës është, edhe gabon. U dashka të përgjigjet me kokë për gabimin. Turp të kesh, je burri moshuar. E rre dhe e tremb djalin e pambrojtur. Je i vjetër, të kanë dalë thinjat, po ja që nga mendja je e kësiq. I ke shiko punën, atë bëj. Në rënç në duart e mia do ta marr shpirtin. Pas ke ardhur të mjapësh mend zotëria jote. Hiqu mërë qenë mirë qeni. Tutje mërë birë bushtre. Zhduku fare keqe. Hoj, kopil, po në u krekos ka sot. Ajo që ndodhi pas tyre fjalëve nuk zgjati më shumë se 1 minutë. Të dy rrëmbyen që doli përpara. Njëri mori një qysi që u gjend me një cep, tjetri rrëmbeu mashën e gjatë të Kovaçanës. Edhe do t'ishin vrarë, po të mos ishin sulur me vrap disa nga të pranishme që i ndanë. Qëndronin përballë njëri tjetrit të ndezur, me sytë që u lëshonin nxixa, gati për ta quar shoqen në atë botë. Nga gërsimi dhe zemërimi e fërtërbimit, e humbën aftësinë e të folurit. Të tjerët i mbërtyen fort e i larguan. Kacafytësit nuk u pajtuan me gjendjen. I mlodhen gjitha forcat, i shtyn ato që i mbanin, ju sulen përsëri njëri tjetrit me spërdredhje të tmerrshme dhe me të shtyra, duke i marrë me vete ato që i mbanin, ju vërsulen më me tërbim shokut, ju zhvatan rrobat e trupit, gulçonin nga tërbimi, zërat atyre që i mbanin u dëgjuan të fortë të vendosur. Hiqa qysit nga duart, në qëlloftë lanë vend. Lëri tani këto o xhaxha, nëse na dëgjove, dim ti për drejtim krahët që thuash që pas kam bërë Perëndis. E çlodheni me ta. Hiqeni zvarre rrasin e brenda, tu vinë mend, din ata të policisë si sillen pastaj. Pas një sforcimi me njerëzor, Tiverzini e shkundi nga vetja vandakun e krahëve që po e ndrysnin. U shkput prej tyre edhe rrëmujshëm u gjend te porta. Ata që e mbanin ju derdhen pas ta kapnin, për të mos e lënë bërte ndonjë marrësi, por stepën kur vu në re që nuk ishte ndërmend të bënte nga ato që ato pandehen. E lanë të qetë. Doli, përplasi derën, eci pa e kthyer kokën pas. E qërthulluan sa kaq, lagështia vjeshtake, nata, errësira. Kjo shkon për të mirë, kurse ata të zanë me gur, mërmëriste, duke qapitur po e ditu as vetë për ku. Bote mu fatur nga përstërsia, mashtrimi, zvetnimi rrëqetës, të mishruar në ato qaste me gruan e pajtonit, që guxonte e shihte në mënyrë të pazërt në punë, të mbledhur përpara zyrës së llogarisë, mjeshtri alkoolizuar dhe dërdimen, viktime e jetës së parregull që gjen kënaqësi duke ja marrë shpirtin tjetrit. Kjo bote mprapsht ishte mallkuar me rrënje me dek. Eci me hap të nxituar, sikur ky ngut që tregonte do të afronte kohën kur bota do të qeverisej nga ekonomat të mërçur të njerëzishëm ashtu se që përftoronte Tiverzini. I ka përtyrë nga angështia. E dinte se synimet që kishin vënë vetes të ditë të fundit, shërregullimet që ishin vënë re në transportin e kuroror, fjalimet në vend grumbullimet, thirrjet për greva të përgjithshme, që ende nuk po bëhej, po edhe që nuk ishte anulluar, ishin pjesë e rrugës së madhe që do të hape në një të ardhmë jo të largët. Ishte kredhur i tërë në një padurim kaq të madh, sa nuk po i duroi të vepronte me një frym për të hyrë me të dyja këmbët në rrugën e së ardhmes. As vetë se dinte se ku shkonte. Vetëm e çante errësirën me hapa të mëdhenj, të vrullshëm, ku po shkonte e dinin vetëm këmbët, ato e çonin përpara. Tiverzini nuk ishte ndjenjë të vendimit të marrë në ledhjen e fshehtë pas largimit të tij dhe të antipofit. Ishte vendosur që greva të fillonte sonte në darkë. Anëtarët e komitetit kishin ndarë detyrat, secili kishte të qartë ç'duhet bënte. Kur u dha kushtrimi i grevës nga oficina e lokomotivave se dilte nga shpirti i robitur i Tiverzinit, në fillim sinjali u ndi i ngjirur, pastaj erdhi u bë i pastër, i shtruar i dyst, ku mboi i zgjatur i përcaktuar, doli nga portat e oficinës për të përhapur në mbar qytetin. Turma e punëtorëve të Hekurudhës që sa vinte smadhoi nga bashkimi me tjerët, u derdh drejt rrugës kryesore. Tiverzini bëri atë që duhet bënte, u bashkua me grevistët. Bashkë me sirenat e lokomotivave tjera, buçiti dhe sirena e lokomotivës së tij. Kishte menduar se ishte i vetëm që e ndaloi atë natë punën dhe lëvizjen në Hekurudhë.
Vetëm proceset dhe më pastaj me hetimorë çështës grevës përgjithshme, ja daravitën pandehmën, u tha se kishte qenë një nga ato që dhanë sinjale për ndalimin e punës. Njerëzit e vdisën rrugë e pyesnin, ku vete gjithë ky popull? Nga errësira ju përgjigjen, mos kanë lënë veshët, nuk e dëgjon alarmin, ka rënë zjarr, po shkojmë ta shuojmë. Ku? Ç'po digjet? Se di, po bien sirenat e trenave, domethënë ka rënë zjarr. Përplasje portash. Grumoj të tjerë njerëzish bashkoheshin me rrjedhën kryesore. U dëgjuan zëra të rinj, ama dhe Tina mbushën mendjen pas ka rënë zjarr. E she dëgjon të rollakun. Duhet t'ju a bëjnë rrup sup atyre të mëdhenjve, e kuptove? Urdhëro, së patës si e parë, nuk më ke më për druvar. Shkoj djema. Gjinje sa vinte rritej. Hekurudha u ngrit në gref. 7. Tiverzino u kthye në shtëpi pas 3 ditësh, i marrdur, i kputur dhe i mullosur nga pagjumësia, i parruar. Një natë para kësaj ngricat shtrënguan, ndonse se kishin kohën. Tiverzini ishte veshur si për vjesht. Kur arriti te porta e shtëpisë, i doli përpara fshisaxhiu i stacionit hekurudor. Të falenderit zoti Tiverzin, i tha me purpsi e nderim. E bëri si burrat, i dole zot Josifit tim. Pash të mjera Perëndiet një moft. Po kjo që thua ç'është, mos ke lojtur. E nga u bëra zoti Tiverzin? Liri këtu u bëra zer. Ke tjetër për të më thënë? S'po qëndroj dot, ngriva së E po, në pas ke ngrirë do të shkrihesh. Do ta shohësh. Plot do gjesh shtëpinë. Unë dhe jo të bëjmë hallë ca dërut mjera. Dëru mështekme, të shëndosha, thata, për 7 palqefe. Qilarin e ke plot. Të falenderit për kujdesin. Se çdo më thuash, thuaj shpejt, s'po dëroj dot. Më ka hyrë çerma, e kupton? Po ja, desha të të them, do të bëje mirë të mos flije në shtëpi sonte. Sot që thua ti, më afrohet kapiteni i policisë dhe më pyet se ç'njerëz qarkullojnë. I thash se vetëm tanët she, të huajs më kanë zërë syt. Kush punon hekurudhi, thash. Vete e vjen, po edhe të oficinës andej të ike ama, të huaj s'kam parë. Shtëpia ku banonte Tiverzini beqar me të ëmën dhe me vllain e vogël të pamartuar, ishte pronë e kishës së Shën Triadës. Kishte edhe qiragjint të tjerë, shitca frutash e zarzavatesh, kasap në punës të vegjël të hekurudhës. Ishte shtëpi e ngurtë, vetëm balkonet I kishte prej druri, oborrin të mbajtur keq dhe të papastër. As shkallët e drujta s'kishte gjë, ku turbonin erë macës dhe lakra shturshi. Në shkallë kishin bërë depo për plashkurinat e vjetra dhe mbanin të mbyllur me drymë. Vllai I vogël Tiverzinit kishte qenë luftë. Ishte plagosur pranë Vafangut, ndonjë shtrirë për një kohë në spitalin e Krasnojarskut. E shoqja, së bashku me të 2 vajzat, shkuan të rrinin te koka. Tiverzinët dhe në babaden kishin punuar në hekurudhë. Kishin patur mundësi ta gjezdisnin me plumb Rusin, si punonjës të hekurudhës, gëzonin të drejtën e biletës falas. Tani kishte mbetur në shtëpi ai dhe nëna. Ngjiti shkallët në katin e dytë. Po u ndjer, hapi derën. Shkoi në qilar, ku ishte voza e mbushur me ujë. Si pa se ja kishin luajtur me njan kapakun, tha me vete, duke vënë buzën në gaz. Pas ka qenë provi. Nuk është njeri ai, po gjerb. Nuk ngopet me ujë katanaja, sikur ka në bark zjarrin bubulak. Krov Afanasjeviç Sokolovi, psallti, një mesobur I pashëm, binte fisilargët me të ëmën. Tiverzini I vuri në vend kapakun, hapi derën e dhomës së zjarrit dhe dihati afshin e ngrohtë, të ngopur me avuj ermir që të ngacmonin oreksin. Ç'të nxehuri pas keni bërë sobës moj nëna, sa mirë që ka këto. Ma ju hodh në qafë, e shtrëngoi në gji, filloi të qante. Ai e fërkoi kokën, u prek pak në krahët e saja, pastaj e largoi me kujdes. Si I thon fjalës, të rimat luftë një nëna, I tha me zot ulët. E nisëm këtë rrugë, do ta mbitisim, sa do gjatë dhe vështirë qoftë. E di Orbir, prandaj dhe qaj. Nuk do të ndahesh mirë nga këto që bën. Të fshihesh e gjikundi, ku prinj, sa të kaloj dallga. Ty ike që ftesa më lartë, më mirë. Për pak sa s'mi hodhi trut në era I miku ju I vjetër, miku I zemrës dhe Pjotr Petrovi. I foli kështu për të ngacmuar, donte t'ia shkunte merakun që I kish pllakosur. Por ëma se kuptoi shakan, ju përgjigje vrenjtur seriozisht. Zoti Orbir ta fal talljen dhe për gojimin e hallxhirut. Të të vi keq për Varfajan kur ku prinjt.
E ka vënë për fund e keqe Gjorin, si ka mirë punët. Dëgjove ç'ndodhi, Antipovin e arrestuan, e morën natën, shtëpinë ja pastisën, ja kthyen plaçkat me këmbë përpjet, lemëri e madhe. Darja e shoqja është shtruar në spital ka tifon e zorrëve, kurse Pavllushka, vocraku i tyre që shkon shkollë, mbeti me teton shurdhe që s'merr vesh nga bota. Zërës e është vetëm djali. Thonë se do t'i nxjerrin nga shtëpia, do ta marrim shtëpinë tonë djalkën. Letrojt e nesa të kthehen prindrit. Po provi ç'dishe që erdhi. Ti ka i ditë që pas ka ardhur. Pa zhvozën zbuluar, e kush tjetër përveç atij vemjes do ta ketë lënë zbuluar, thash me vete. Si pas ka vajtur mendje kur prind. Ktu ishte, më kërkoi ca drua, i thash, po ç'tregoj për drutun budallaçka, nuk po t'tregoj kryesoren. Provi më tha, Cari, me të madh të tij, pas ka nënshkruar një manifest, e pas ka bërë që punët të ne të shkojnë për sëmbari, të mos ne përkëmbet vegjëlia, të mos fyen e poshtrohen muzhikët, të bëhen gjithë një lloj, si argati e fisniku një lloj t'jenë. Më tha se e pas ka nënshkruar urdhrin, do të bëhet ashtu si thuhet aty. Pas kanë quar lajm në kishë ato të sinodit shenjtë, që në këtë rast të mbahet një meshë e madhe. Ti lutemi Zotit për carin tonë zemërmadh. Shumë tha profi, në më gënjeu po të gënjej, e dëgjova dhe mbajta mënat që më tregoi. 8. Tiverzinët e morën në shtëpinë e tyre Patul Antipovin, të birën e Pavel Antipovit të arrestuar, edhe të Darje Filimunovnës të shtruar me tifon në spital. Ishte djali shundosh, me tipare të rregullta, me flokë të verdh, të krehur, me baluke përpara. Si flokët, si uniformën e teknikumasit, i kishte merak. Bënte ç'bënte dhe i rregullonte, i mbante se s'kishte më mirë. Ishte hokatar, qeshte me lot për hiç mos gjë. Dinte të imitonte të tjerët, kishte mimik të zhvilluar, në të njëjtën kohë ishte djali i vëmendshëm, i pëlqente të depërtonte në kuptimin e gjërave. Botën e perceptonte përmes së qeshurës dhe kjo ja lehtësonte brengat, ja fashiste telashet dhe fatkeqësitë. Menjëherë pas shpalljes së manifestit të 17 tetorit, u bëri një demonstratë e madhe. Kur demonstruesit u dukën në rrugën Tverskaja, fundi dukej në rrugën Kallushskaja. Shpresohej për një fillim të mbarë të punëve, por kishte edhe rrezik mos ndodhte, sipas shprehjes, 2 mami e nxjerrin fëmijën gjysmak. Në demonstratë përfaqësoheshin disa organizata revolucionare që rivalizonin për vdekje njëra tjetrën. Kur e panë që njerëzia vërshoi në rrugë, secila organizatë u përpoq ta shpallte demonstratën si vepër të vet, dhe të ishte ajo që i mbante në duar frerët. Kuprian Tiverzini u mundua ta binte të ëmër të mos shkonte, po kjo se dëgjoi. Mori përdore Patulin dhe shkoi. Ishte një ditë e ftohtë nëntore, qielli bojkërie theksonte edhe më tepër cingrimin e hithët që të futej në palc. Binte një dëbore hollë, e rrallë. Flokët e saj, pasi vërtiteshin dhe spërdridheshin në ajër përpara se të shtroheshin tokë, ishin të pazonja për të zbardhur vendin. Rruga u mbush te e mban me njerëz, fytyra që nuk kishin të numëruar, kokore gzofi, paltodimri me jaka peliçeje, pambukore e qyrqe të çdo lloji, këpucë të rënda e çisme, pleqmi i kërthinjur dhe djelmosha shkollash, punonjës hekurudhe me uniformë dhe fatorino tramvajesh, punëtor fabrikesh, zanatçi, student, gjimnazist. Këndonin Varshaviankën, Marsejezën edhe këngë të tjera revolucionare. Befas, njëri që ecte mbrapsht me fytyrën nga demonstruesit, me krahët e ngritur për dirigjuar zërat, me kokoren që e mbante në njërën dorë dhe tunte në ritmin e marshit, u kthye vrultas në rresht me shokët dhe rasi kokoren. Zurit mbante vesh që i thoshin drejtuesit e demonstratës. Kënga në fillim u çakordis, pastaj erdhi u shua, më në fund u ndërpre. Dëgjoi zhurma monotone mira këpucëve mbi asfalt. Dashamirësit i paralemëruan drejtuesit se përpara i prisnin kazakët. Po mirë, thanë drejtuesit. Nuk na mbetet tjetër vetë se të ruajmë gjak ftoftsinë, të mos e humbasim të ruan. Duhet dyndur godina më e parë shtetërore. Duhen vënë në dieni pjesëmarrësit për rrezikun që na kanoset. Pastaj të shpërndajemi pa panik, ashtu si shumë lodhën. Diskutuan për ndërtesën që duhej zgjedhur si vonstrehim. Kishte që mbanin si më të përshtatshme godinën e Institutit Lart Politeknik,
Të tjerë thoshin se më e mirë ishte ndërtesa e korespondentëve të gazetave të huaja. Dhe ja, përpara u doli cepi një ndërtese publike. E dinin, mund të shërbente si vend grumbullimi, jo më keq se ato që u përmendën. U dërguan njerëz ta shihnin. Këta hapen dyert, turma e demonstruesve u sul drejt hyrjes me vrurë në përshkallë. Të mblidhemi në sallën e madhe të konferencave, thiri dikush. U dëgjuan urdhra që të ktheheshin, por turma vazhdonte të ngjiste shkallët, të mbushte korridoret, të dynte auditorët më të vegjël. Sallën e konferencave e mbushin aq sa s'nxinte më. Drejtuesit partjak u shpjeguan pjesëmarrësve gjendjen, u thanë se ua kishin prerë rrugën për më tej kazakët, por vu në re se askush nuk donte t'i dëgjonte. Dalesën dhe grumbullimin e këtë sallë, demonstruesit e morrin si urvajtje për të zëvendësuar demonstratën e rrugës me mitingun në sallë. Të lodhur nga rruga, të shushatur nga frika dhe emocionet, të dërmuar nga këngët e kënduara me zot lart, njerëzit e pritën me kënaqësi ftesën për të ulur në sallë. Rrinin të heshtur, të tulatur. Ua kishte ënda të dëgjonin ndonjë tjetër të çakarrejë me brit me thjerrje, as që donin t'ia dinin për batutat therse që këmbenin me shoqin, drejtuesit e organizatave pjesëmarrëse në demonstrat. Le të hanin kokat, punë e tyre. Në këto kushte, sukses të vërtet arriti oratori më i keq. Ai që nuk mundoi t'i detronte dëgjuesit t'u vinin veshin atyre që thoshte. Të pranishpit në sallë shpejtonin t'ia miratonin fjalën, edhe këtë bënin nga që nuk përqendroheshin dot gjatë. Aty këtu dëgjoi edhe ndonjë klithëm turp. Dhe ja, u kalua në miratimin e tekstit të telegramit, që mendoi të dërgojë në emër të demonstruesve. Pas kësaj, brofen si me komandë me këmbë. Nuk u avun më veshin oratorëve që vazhdonin t'u flisnin. Ashtu si kishin hyrë njëri pas tjetrit, zonë të largoheshin, dolën përsëri në rrugë. Marshimi vazhdoi. Gjatë kohës që u mbajt mitingu, rrugët u mbuluan me dëborë. Asfalti i zi u zbardh. Flokët e dëborës u dënsuan. Atë qast, mi turm, u derdhën dragonët, por shtytjen e ndjen vetëm rreshtat e parë. Të pratmit vazhdonin të qetë ecjen, nuk shihnin ç'bëhej. Turmën e përshkoi një ushtim në rritje. Diçka e ngjashme me atë që ndodh kur thresin urra. U dëgjuan britma, klithma frike, ulërima zemërqerëse, thjerrje, ikni, do të na vrasin. Kto u shoqëruan me lloj-lloj fjalësh dhe ofshamash. Të gjitha u trazuan në johonën rrëqethse, ku nuk dallohej më ç'thuhej. Sa kaq, mes përmes turmës së lebetitur e mendje ngritur, u krijua një kalim i ngushtë, ku herë dukeshin e herë zhdukeshin për llahtar koka kuajsh, jele valvice, kalorës që vrikdhinin shpatat dhe fëshollenin në ajër kamxhikët. 2 toga dragonësh hipur në kuaj, pasi e qanë mes përmes turmën e friksuar të demonstruesve, qëndruan jo larg tyre. U rreshtuan formacion luftarak dhe u vërsulën mbi njerëzit e pambrojtur. Filloi kërdia. Nuk kaluan as 10 minuta dhe rruga u bëshatis. Njerëzit ja mbathën nga sytë këmbët, u zhdukën nëpër rrugica. Dëbora rralloi. Mbrëmja u bë thatë, si në ndonjë vizatim me karbon. Befas, dielli që po fshihej prapa shtëpive, nxorri pak kryet parpareve të dendura, si donte ta shjuante, dhe pastaj të tregonte me kish çdo ngjyrë të kuqe të rrugës. Festet kuqelashe të dragonëve, bezën e kuqe të flamurëve të hedhur në tokë, pllangët e qaput që kontrastonin pëlimëri me bardhësinë e dëborës së vjergjër. Anë rrugës së asfaltuar rrëshqiste komadorës një njeri me kafkën të çarë gojë. Më poshtë tij kaloronin me hap disa dragon, po ktheheshin nga fundi i rrugës. Aty i kishte çuar vrulli i ndjekjes së demonstruesve. Te këmbët e tyre lëvrinte mendjeprishur Marfa Gavrilovna Tiverzina, me shamin e kokës rrëzuar në zverk, dhe thriste me sa i hante gurmazi. Pasha, patua! Djali gjatë gjithë kohës kishte ecur përbërj saj. Tregonte, e arktonte me shpërbimet e goditura të oratorëve që kishin folur në sallën e konferencave, kur Befas sikur e rrëmboi një dorë e padukshme. U bë preje katrahurës përgjithshme, e rrëbeshit goditjeve që dukeshin si të ardhura nga qielli. Rrjedhoi sulmit të beftë të dragonëve. Në këtë rëmuj, Marfa Gavrilovna sa sorëzua nga goditja e fortë e kamxhikut në shpinë, e shpëtoi pambukorja e trash fryrë me pambuk të shkrifur, e shau ndyr kalorsin,
E kërcënoi me tundjen e grushtit, por dragoni u largua si shigjet. Zjente për brënda nga marazi, s'po arrinte dot të kuptonte si ishte mundur që atë, plakën, ta qellonin me kamxhik. Dhe ku? Në mes të ditës, në mes të gjindjes. Marfa Gavrilovna pa andej këndej e shqetësuar. Fatmirësisht e pikasi djalin, ecte në trotuarin përballë. Atjetej, në qoshkun e formuar nga dyqani me kalona, dhe nga cepi i vilës së gurtë që qestrukur një tokicë njerëzish që dukeshin të shastisur. I kishte rrasur aty një dragon duke i shtyrë në gjoksin e kalit që vallëzonte e shkroftimte, duke që ngazëllente dhe arktonte tmerrin ngrirë në fytyrat e fatkeqve. Si ngjeshje aty, zuri tu demonstronte ushtrimet hipur në kal që i kishte mësuar gjatë stërvitjes në rapart. Herë ngrinte doriu në kas, herë lëshonte përpara me vrull. Në këtë sipër e ndalte në vend, herë u demonstronte si qellohet me shpatë me kamxhik. Shfaqje cirku. Atë qast, pas se si po i afroheshin shokët, që kalonin me hap të shtruar, i anguli mamuzet një e kalit dhe i shpejt si era i arriti, u rreshtua për brityre. Të mbledhurit u shpërndan. Pasha që deri më tani nuk i zguxuar të njihej, thirri me sa kishte në kokë, u sul drejt gjyshes. Pa e bërë gjatë u kthye në shtëpi. Marfa Gavrilovna tërkohën mërmëriste të shara dhe të nëmura. Vrasës, Katila, të mallkuar, njerëzit kanë gëzim. Cari udhëroi lirin, kurse këta bisa thanaj, vetëm për të prishur punike, për të vrarë e sakatuar të pafajshmit. Shfrynte kundër dragonëve, nuk la fjalë mallkimi pa përmendur. Gulçonte, me zi mbushe me frymë. Ndodhine quante rrjedhojt punëve të liga të disa nga trestarëve si Kuprinjka i saj. Këta i thriste dështak të lindur nga trestar të trash. Oj të pacip, i shtyn qoftë largut që merren me prapsi. Gjë prej gjëje s'kuptojnë, as vetë se dinë ç'sajojnë, ku duan të dalin. Vetëm për të lehur e për të llapur i ke. Ja, ai që dërdëlliti atje në sallë, si e kishte emrin Marpasha? Pa shkërbeje njëherë gjani nënës, të keqen. Sa bukur e qellan. Shkrije shgazit. Po i si kur të kënxjerr nga hundët morë birë. Shkrije shgazit me këta. Në shtëpi ju vërsul të birit me qortime, se nuk e kishte moshën dhe ta godiste me kamxhik një shunak lapangjos. E shtua kështu më nën, mos jam komandant qindçe e kazake unë, apo mos jam komandant gjandarësh. 9. Nikolaj Nikolajeviçi shite nga dritarja si vraponin demonstruesit. E treti shikimin më tutje, ishte në merak për jurin, nuk e pas gjë kundi. Vurjarisë si u zhduk pas kthesës i biri Dudorovit, ja kisha harruar emrin. Pak më parë i kishin nxjerrë klumbin nga shpatulla e majt. Po pse, vinte mend ai, por si do të natërroj diku. Atë vjesht erdhi nga Petersburgu në Moskë. Nuk kishte qoshet veten, të banonte në hotel nuk e kishte qefi. Bujti te Zventickët, ku shërin të largët. Vila e bollshme dykatshe që zinin Zventickët, fyqar, pa fëmijë njerëz, ishte shtëpi e trashëguar nga paraardhësit. Dikur i përkiste derës me famë të princerve Dolgoroku. Rrethoi me 3 oborre dhe me kopshte. Kishte disa ndërtime anësore që dilnin secili në njërin nga 3 rrugicat që kalonin aty. Nikolaj Nikolajeviçit i caktuan papafingun me 4 dritare e balkon, por pa hapësirë të mjaftueshme, nga që ishte mbi ngarkuar me libra, letra, tablo, sigjade qelima. Balkonin e kishte në njërin anë, i vinte rrumbullakët, ishte i vetmi zbukurim i vilës në atë faqe. Dera dyshe e balkonit ishte e zënë mirë, e mbufatur me pambuk për të mos lënë të depërtonte të ftohtit. Nga balkoni, duke i pjesërisht rrugica dhe cepi shtëpisë aty pranë, vendosur brinjasi me vilën. Nga kushti në dhomën kabinet, binin hijet murashe të drurve të zhveshur, që zjatnin degët e tyre të ngarkuara me brym dhe që dukeshin si hije stearine, deri te dritarja dhe dera e balkonit. Nikolaj Nikolajeviçi vështronte mendueshëm rrugicën, kujtoi dimrin e kaluar në Petersburg, riftin nga Pon, Maksim Gorkin, vizitën e vites shkrimtar të tjerë të modës. Në Moskë erdhi me shpresën t'i fshihej rrumujës. Erdhi me mendjen t'i përvishej punës për shkrimin e librit që kishte mbrojtur dhe rrahur në kokë prej kohësh, por që s'po i bashkonte dot ditët ta shkruante. Po ç'ne, rangashjon breshër.
Vërgani pa mbarim i leksioneve dhe referateve, s'po e lindë të merë të frymë. Ku nuk e thrisnin, të gjithë u detyrohej, po sikur t'ja mbante për në Zvicër. Të fshije në një kasolle pylli, buzë në një liqeni, nën përgdheljet e qellit e të maleve, i rrëtuar nga ajri nginjur me ozon, i të dukshëm dhe i lehtë, me cilin s'ketë ngopur. Nikolaj Nikolajeviçi i ktheu krahët dritares. Ndjeu një kërkesë të brendshme për të bujtur të ndonjë i njohur, apo thjesht të shëtiste rrugëve. Po kujtoi se kishte lënë takim me Tolstojanin Vivolochnov, nuk largohej dot. Ecejaku në përdhom, mendja i shkoi përsërit e lipi. Si u vendos vetë me banim në Petersburg, Nikolaj Nikolajeviçi e la jurin në Moskë. Për të kujdesej plaku i hallakatur që të gjithë thrisnin me përbusje fetka. Ky bashkëton të fshehtas me vajzën që kishte marrë ta edukonte, e mbante veten për mëkatar, njëri që po i vinte kazmën nderit dhe moralit të të parëve. As në çështjen e jurit nuk e tregoi veten lartësinë e detyrës. I hante paratë që i dërgonin Vedenjapinët, jurin e kaluan në familjen e profesor Gromenkos. Djali bënte jetë kulturuar, ishte rrëthuar me libra dhe njerëz të ditur. Kanë dhe triumviratin e tyre, shkoi në përmendje Nikolaj Nikolajeviçi pa i ndërprerë Cajaket. Në të bën pjesë Juri, shoku i tij i klasës Gordoni dhe bija të zotit shtëpisë Tanja Gromeko. Lexojnë duke i kaluar dorë më dorë librat dhe duke këmbyer mes tyre mendime për Sonatën e Krojcerit Tolstojt, por edhe për sa libra të tjerë. Anojnë nga moralistët. Adoleshenca shquhet për puritanizëm, ama nuk duhet tepruar. Nuk duhet që ndjenja të dalë mbi arsyen. Fëmijë të çuditshëm duken, sensualen e shpërfillin, e mbajnë për banalitet, për diçka trupore, dhe kanë fort për zemër këtë fjalë. Shtrohen ngri me vend e pa vend. Fjalën që përdorin se kanë fort të gjetur, po shkojnë mbushua mendjen që s'është ashtu. Banalitete quajnë edhe thirrjet e instinktit. Aty futin pornografinë, shfrytëzimin kafshor të femrës, në atë fjalë përmbledhin gjithçka fizike. Edhe ti shohësh si i mbulon purpuri që sa kaq këmbehet nga zverësia topice, sa herë që e zën goja këtë fjalë. Po të kisha qenë tërë kohën pranë tij, do të banoja me të në Moskë. Nuk do të lejoja që ndjenja si këto të ishin të përmasave të tilla. Nuk kishim pse shtrieshin aq pak ufishën. Mosha që kanë e do turpin, por me mas. Tolkiti dera, hyri Tolstojani që priste. Urdhroni, i tha Nikolaj Nikolajeviçi dhe eci drejt tij. 10. Hyri një mësubur, bark madh me qyrk, si e zhveshi, mbeti në kaftanin e gjerë si të muzhikut, të ngjeshur në mes me rrip të gjerë. Kishte mbathur çizme shajaku, pantallonat prej stofit të trashë që në fryrë si kacek në gjunjë. Të linte përshtypjen e njeriu të patkeq që ron mbi re. Nuk e hoqi nga qafa shallin e madh, që ishte aq i gjatë sa i çikte dyshemen. Në dorë mbante kokorën rrumbullake. Nga kjo sikur ju penguan lëvizjet, por jo vetëm lëvizjet, edhe të folurit. Ju afrua ngec zotit shtëpisë. Mezi e shtrëngoi dorën, me zor i shqiptoi fjalët e përshëndetjes. Turfulloi duke kaluar shikimin e qetë në përdhom. Varit një robet dhe uluni ku doni, tha Nikolaj Nikolajeviçi si për të çliruar mysafirin nga sikleti i paraqitjes. Ishte një idhtar në zë i Ljev Nikolajeviç Tolstojit. Në kokat e cave si ky, mendimet e gjenuut, kur duherë të tallazitura, depozitoheshin si dogma, si ngurcime me përjet zgjatur, që nuk donin të razoheshin nga askush, por në të njëjtën kohë të grimcuara në mënyrë të pandrejtshme. Vivolocnovi kishte ardhur për ta lutur Nikolaj Nikolajeviçin të pranonte të fliste në një shkollë në mbrojtje të dënuarve politik dhe të atyre që derdhjeshin të internuar në Siberi. Në atë shkollë kam bërë një bisedë në mbrojtje të dënuarve politik, edhe këtë temë e keni bërë? Po, do marrni mundimin të flisni edhe një herë. Nikolaj Nikolajeviçi provoi të qëndronte në të vetëm, por këmbgulja e mysafirit e detyroi të pranonte. Nuk e luti të rrinte, po ja që vetë mysafiri nuk e quajti të hishme të ngrihej të largoi pasi kishte mbaruar punë. I mblodhi mendimet, u vrejt, donte të thoshte diçka të tillë që do ta gjallëronte zotin e shtëpisë. U përpoq të i fliste shpenguar, por vetëm se u skërmit lehtë me dashamirësi. Në të vërtetë, biseda që nisën nuk doli as e këndshme e as e çlirt. Ju ka rrëmbyer dekadentizmi, jeni zhytur kokë e këmbë në misticizëm. Ç'do me thoni me këto fjalë? Po zhrevcohet njeriu, ju kujtohet
Zemstvoja, shoqëria iluministe ruse, e si s'mu kujtuaka. Pse nuk bashkëpunuam në fushatën parazgjedhore? Donim të ambulonim vendin me shkolla e spitale, të përmirësonim mësimdhënien dhe shërbimin mjekësor. Ju kujtohet? Si jo? Zjenin debatet. Pastaj në zgabohem para pëlqyret të merrnit anën e populistëve, po dhe idenë e mikqyrjes shoqërore e keni ushqyer. A nuk është kështu? Një farë kohë po. Ja pra, kurse tani merreni me predikimin e ca gjëzave. Predikoni të qenet diell. Në doni, mbamanin lulet ballet. Po ja, që mua s'më besohet se është ashtu si predikoni ju. I zgjuar jeni, humori s'ju mungon, popullin ju e njihni, e nuk hasni ku do të dalë, e që duhen këto predikime si ata? Mos po ju shkel në kallo, mos po shkel në këmbë në një shenjë të ri? E pse duhen lëshuar fjalët kocë? Nuk është e nevojshme të thuhen gjëra aq të mëdha pa u menduar. Ju nuk i dini pikpamjet e mia. Rusia ka nevojë për shkolla e spitale. Gjëzat nuk i hynë në punë rusit. As të që në diell nuk i duhet. E kush qenë ka kundër? Muzhiku është i pangrën, i pa veshur. Me këto fjalë hidhe pritu kacafyten. Nikolaj Nikolajeviçi e dinte se ishte pa mundur t'ja mbushte kokën bashkëfolësit. E dinte se Tolstojanët ishin kokë shkëmbë, e prap që ndonjë pa i bërë shpjegimet që ju duken të nevojshme. I tha që lidhte me disa shkrimtar simbolist, pastaj e qoj fjalën te Tolstoj. Në një farmase jam i një mendje me ju. Në një vend, Ljev Nikolajeviçi pohon se sa më shumë të jepemi pas të bukurës, aq më tepër i largohemi të mirës. Po pse? Si? Ju mos keni mendim të kundërt me këtë? Padneni se botën do ta shpëtojë bukura, do ta shpëtojnë misteret e tjera. Rozanovi dhe Dostojevski, ku së mundni? Çfarë mendoj dhe si e mendoj e them vetë. Unë mendoj se po të mundim të ndalim me gërësirën që dërmit brenda njeriut, me kërcënime, me kamxhik, me frikën nga gjyqi i madh i Perëndis, atëherë njeriu ideal, më i adhuruar i shokëve, do të ishte zbutësi e gërësirave me kamxhikun e gjatë ndërduar, që paralajmëron rrezikun e gërësisë. Nuk do të ishte predikuesi i gatshëm për vetë teori. Po këtu dhe është gjithë puna, që njeriu në shekuj e ka ngritur dhe ngremi i kafshën dhe lartëson jo kamxhiku, as kërcënimi, po muzika, e vërteta pa lëkundshme, pa armë në dorë, forca tërheqëse e imitimit të saj. Edhe sot e kësaj dite vazhdon të thuhet se në Ungjill më kryesore dhe më të mërçurat janë sentencat moralizuese, porositë e shenjtorëve, kurse për mua më kryesore janë ato që tregon Krishti, të vërteta, të marra nga jeta dhe të ndriçuara përmes dritës së jetës së përditshme. Në themel të këtyre qëndron forca komunikuese. Të vdekshmit njihen me atë që është e pavdekshme. Theksohet fakti se jeta vetë ka karakter simbolik. Janë simbolet ato që ngërthejnë vetvete domethënien. Asgjë nuk kuptova. Do të bënit mirë të hitni në letër këto mendime. Një libër me këtë temë do të ishte i dobishëm për njerëzit. Si u largua Vivolochnovi, Nikolaj Nikolajeviçi e ndio vetën si nethe. Sa s'po pëlqiste nga marazi që zgjodhi atë kërcy me miza, t'ja thoshte atë pjesë nga më të vyrat e mendimeve të shenjta dhe të shtrenjta. Tolstojani arrinte si hugardi dhe zbzante, por kjo gjendje nuk zgjati shumë, e harroi. Nikolaj Nikolajeviçi nuk mbante ditar, por 1 a 2 herë në vit hidhte në një fletore të trash mendimet më të rëndësishme dhe më të vyra që i vërdalloseshin kokë. E nxorri atë fletore, shkroi me shkrim të hapur dhe bukur. Tërë ditën u enda me nervat ngritura për shkakun e asaj budallaqes Schlesinger, të zëderen që në mëngjes edhe nuk shkulet, të mbufat trut me leximin e ca gjepurave që nuk honepsin dot. Fjala është për tekstin në vargje të shkruar nga simbolisti A, si libret e simfonisë kozmike të kompozitorit B, të mbushur me shfaqje shpirtrash, me vekime që janë nesh nga planetet e tjerë. Durova sa munda dhe musos durimi. Ju lutet mos vazhdonte, i thash se nuk mundesha. Befas, mu kthjellua mendja. E kuptova përse edhe në Faustin e Gëtës, bota e shpirtrave është e padurueshme, është e stisur dhe false. Interesi për të nuk është i mirëfillt, është i rrem. Njëri ditëve tona nuk do t'i për kësi fantazish. Në e pavët vetën në pushtetin e mistereve të gjithësisë, i vjet studimit fizikës. Poezia s'bën për këtë punë. Nuk është fjala se u vjetruan format e paraqitjes, apo pse duken anakronike.
Puna është se gjini të tilla artistike bien ndesh me prirjet e sotme të krijimtarisë. Sa për nga thresat që bëhen nga saimet e shpirtrave, tani më ato janë ftylluar më së miri nga shkencat e natyrës. Kozmogonia rrisin shpirt vetë në lashtësi, në kohët e mamudhëve, kur kujtimet për dinozaurët ishin të freskëta. Atëherë natyra sfidonte njeriu. Ky i trembej asaj, nuk e përballonte dot. Sa jonte Perëndit, jetë për shkrimi i njeriut ishte në fillimet e veta. Antikiteti i thellë mori fund në Rom, pas atij ripopullimit madh të botës. Roma u bë vendi i perëndive të huazuara. Dyndja në tokë u shoqërua nga dyndja në qiell. Dakët, herelët, skithët, sarmatët, trimat me forcë njerëzore, rrotat e rënda pa rreze rrotash, sytë e mufatur nga dhjamosja, gushat me dy pala, përdorimi i sklevërve si ushqim për peshqit, perandor tiranë dhe të bjerrur i përkasim së kaluarës. Njerëz shumë dhe vuajtje shumë. Dhe ja, pas kësaj jete pa shije, plot e përplot me mermer e flori, erdhi një tjetër jetë, e mbështjellë me brerorën e shëndetshme të humanizmit. Koha e Galileo Galileit dhe e titanëve tjerë, që nga ky çast u ndërprej qenie e zotave dhe turmave. Mbeti njeriu me gjithë atributet dhe virtytet, ai që në mënyrën më fisnike më të ndjerë u këndua në nenullat e nënave, u fiksua në artet mahnitse, që edhe sot e kësaj dite janë krenaria e galerive të artit të botës. 11. Shtëpitë e rrugës Petrovskaja në Moskë të kujtonin Petersburgun. Vargu i ndërtesave me stil të njëjtë, hyrjet e bukura me pamje festive, libraritë, sallat e leximit, zyrët e hartografisë, dyqani i bukur i cigareve, restorantet moderne, fenerët me gaz krijonin një të tërë harmonishme. Në dimër vendin e mbulonte herët muktira, e plakoste zymtia. Banorët e rrugës Petrovskaja ishin të gjithë njerëz të kamur prej vitesh, edhe me rrugë nga më të ndryshmet. Ishin serioz, njerëz të respektuar dhe të nderuar. Në njërin nga ndërtesat e kësaj rruge zuri një apartament Viktor Ipolitovich Komarovski. Ishte një hyrje ndërtuar sipas stilit të ri, e mirëmbajtur, e pajisur dhe stolisur me merak, me mobilje dhe orendi të modës së fundit. Për apartamentin kujdesej ekonomatja Emma Ernestovna, grua e qetë që e bënte çdo punë pa u ndjerë, pa i rënë kujt në sy. Veç duhet thënë se edhe Komarovski tregoi pa kursyer kur ishte fjala për apartamentin. Madje ishte bujar edhe për shpërblimin e kujdestares besnike. Jeta në atë apartament luksos bëi e qetë. I Zoti si kishte për qejf hyrjet e daljet, përqente mënyrën vetmitare të jetuarit, jetën e beqarit të rregjur. Luksi dhe shkëlqimi ishin mondan, kurse heshtja dhe qetësia ishin si në qelitë e manastireve. Ditët e diela Viktor Ipolitovich e kishte bërë zakon të dilte shëtitje nëpër Petrovk me buldogën e vet për rripi. I vetmi njeri që takonte ishte aktori dhe kumargju i vjetër Satanidini. Hidhnin e prisnin batuta me ndjeholla, tregonin anekdota, merrnin në përgojë çuvinë të mendje, flisnin me shkujdesje e qartësi të habitshme, por edhe me përbuzje për gjithçka të kësaj bote. Puna shkonte deri aty, sa batutat zinin në gjanin me ca lehje e zgërdheshje të fandaksuresh. Këmbimi i zërave bas mbushte rrugën. 12. Ndodhi diçka e rrallë. Moti i but po e mposhte ngricën. Kap, 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 dëgjoheshin pikat në fundet e ulluqeve në parvaze. Të dukej sikur njëra çati përpiqet mos mbeti prapatjetrës në këtë garë çlirimi prej dëborës dhe akullit. Po ndodhte ajo që e kërkon të ndodhë në pranverë, shkrirja e akujve. Lagështia u bë zonja e mjedisit. Rrugën e bëri pa qenë vete, vetëm si i shkeli këmbën në shtëpi, e kuptoi që kishte ndodhur. Të shtëpisë gjeti në gjumë, përsëri e ka përtheu makthi. Në këtë gjendje përhumbje, ul fuqiparerë në pufën përpara pasqyrës së tualetit të mamit. Ashtu siç ishte e veshur me fustan ngjyrë jergavanit qelur, thujse të bardhë të zbukuruar me dantella, fustan që e kishte marrë me qera vetëm për atë natë, për të mos munguar në maskarat. Arrinte përpara pasqyrimit vetvetes, shihte, por asgjë nuk shquante. Pastaj i vuri e llorët në tryezin pasqyrës tualetit, mbështeti kryet mbi ta. Ne marrë vesh mami, do më vras. Do më vras në fillim mua, pastaj do vras veten, mendoj. Po si ndodhi? Si mundi t'i kishte ndodhur? Tani ishte vonë, i duhej vënë gishti kokës përpara se të pranonte ta bënte. Tani, si i thonë, ajo është e përlyer, e përdhosur.
ngjan me gratë në romanet franceze. Nesër do të shkojnë në shkollë, do të ulet si për herë në një bank me çupzat, që në krahasim me të janë fosh një gjiri. O zot, ç'ishte kjo kështu? Ndonjëherë, pas shumë vitesh, kur të bëhet e mundur, Lara do t'ja tregoj Oli dhe Minës se çfarë ngjeu asaj. Olja do t'ja pushtoj kokën, do t'ja mbështes në gji, do t'qaj bashkë me të me dënes. Prapa dritares, e vazhdonte pa ndërprerje bërgëzimi i pikave, kuvendimi i borës që po shkrinte. Lara si ngriti kokën, ju drodhen supet. Qau me nga shërim. 13. Ema Ernestovna. Nuk doli gjë dhe kjo voglushe. Do t'a lë, mu mërzit. Vërviste në divan e ndyshemen dresat, këmisha dhe triko. Hapte dhe mbyllte sirtarët e komos, as vetë se dinte se çfarë kërkonte e çfarë i duhej. E dështonte me padurim, po ja që përpara së dielës s'kishte si e takonte. Vente e vinte në përdhomë se i gërsira në kafas, s'po gjente dot qetësi. Ishte e pa shoqje me gatishmërinë dhe përkushtimin që tregonte. Ishin cilësi të vashës që e kishte për herë të parë. Krahët që e përqafonin dhe shtrëngonin fort pas vetës. E dehnin si çdo shkulmi i mendimeve frymëzuese. Hija pa përcaktuar e kurmit të saj në muret e dhomës ishte siluetë virgjëreshe. Këmisha i shtrëngonte lehtë gjoksin, i e nxihte më në pafajësinë. Komarovski ndali te dritarja dhe trokulliu në xham, si të donte të përsëriste trokun e kuajve poshtë në xhade. Lara, mërmëriti, i mbylli sytë. Fytyra e saj, e parë me sytë e mendjes, ju bë sikur po flinte, me qepallat e puthitura, pa e ditur që dy sy sogjetar që nuk kanë gjumë me orë të tëra e shohin me përgjërim. Buklet e flokëve të bukur ishin përhapur çrregullisht një stek. Ata flokë dhe tërë qenie e vajzës, sikur e përpinte të gjithin. Komarovskin, bukuria e saj virgjërore, përmes syve të ndezur, i tepërtonte në shpirt. Shëtitja së dielës nuk doli si të tjerat. Komarovski bëri vetëm disa hapa në trotuar i ndjekur nga Xheku dhe ndali. Ju kujtua rruga Kusnjetskaja, çakat, rumuzet, thumbat, anekdotat e satanidës, të njohurit që shkonin secilin punë vet. Jo, nuk gjente brenda vetes forca ta përballonte humorin e keq. Gjithçka i dukej e vështirë. U kthye ndaj nga erdhi. Qeni ja nguli sytë i habitur. I baknaqur nga kjo që bëri. Eci kokullur, i zgëllaqur. Ku ky tundim kapitës? Kjo yshti për i qoftë largu nga merdhi. Ç'do thot kjo? Mos është jehon klith me vetdije sovrar? Apo është keqardhje lënduar dhe acaruar? Mos po ngvret brenda pendimi për prapësinë e pandrejtshme? Apo kjo që ndjej është thjesht shqetësim e merakosje? E dinte që ndodhej në shtëpinë e tij. E dinte që ndodhej jashtë çdo rreziku. Po pse si hiqte që si hiqej nga koka? Komarovski hyri në portën e shkallës së apartamentit të tij. Zuri të ngjiste ngadalë shkallët, duke u mbajtur me dorë pas parmakëve të hekur të silit venecian, me gjithë farë spërdredhje shëstemash. Nga dritaret hynte dielli, rrezet e tij formonin pllanga të shnërritshme në shkallina. Kur kishte ngjitur rreth gjysmën e tyre, u ndal. Nuk i duhej dorëzuar këtij pikëllimit përgjithshëm aq alarmues. Nuk më ka hije të bie në parërin e pikëllimit. Nuk jam djalë tani. Gjërat duhen parë esër. Çdo të njiste me mua, në qoftë se kjo çupëse e bie e shokut, nga objekt artimi të shndërrohej në një burim kërcënues shqetësimesh dhe alarmesh, në burim ngacmimesh të çmendura. I duhej thirrur mendjes. E pse të mos i qëndroj besnik vetes, për të mos balltisur zakonet rrënjosura në shpirt? Ndryshe, gjithçka mund të shkojë në djallë. E shtrëngoi me dorën që i dritej përmakun ku mbështetej. I mbylli sytë për pak qaste, me një lëvizje të shkatët të shpejtë të vendosur, bëri prapaktheu. Zuri zbriste shkallët. Sa kaq, sytë i kapën shikimin miratues të gëzuar të syve të buldogut. Xheku kishte ngritur kokën, po e shihte zotin që poshtë lart. Ngjarte me xhuçin plak të cilit i rrjedhin jargët nga goja e buzët e çaplyera si ja mbajnë dot. Qeni nuk e donte vajzën. Jutur ta këfshonte në pulp, i agrisi çorapet. Hungronte dhe skërmitej, duke i sheshit që bëhej xhelos për afrinë e vajzës me zotin. Si të kishte frikë mos infektohej prej saj nga një gjë njerëzore. E shoh, u gëzove që po përsëritet e vjetra, jo satanida, jo anekdotat, jo qefyret e qeshurat, jo thashëthemet pal-pal,
I ke hakcat ngrota për këtë gzim që të erdhi. Na, e godiste qenin me bastun dhe me majën e këpucës. Gjeku e nohati rrezikun. Kërce u tutin me kuisje e të lejora ankuese. U sul vrulltas në përshkallë, ju drodhen mullaqet mishtake nga vrulli që mori, pastaj u kthye në apartament për t'ju ankuar Ema Ernestovnës. Kaluan ditë dhe javë. 14. Çrreth i mbyllur i magjep soliste. Sikur përdhosja virgjëris nga Komarovski, ti ngjallte Larës vetëm neveri dhe urrëtie. Kjo do të bënte çmos të qëndronte sa më larg tij, po ja që punët, me sa dukej, nuk ishin aq të thjeshta. Vajzës ja ledhatonte së tepër misedrën, fakti që një goxha burr i mbajtur për bukuri, që sapo kish filluar të thinjej, njeri me pozitë të dukshme në shoqëri, për cilin shkruanin gazetat. Ky burr, që i binte ta kishte baba, po shpenzonte para pa u kursyer, dhe jo vetëm parat, po dhe kohën e shmuar. E adhuronte siç adhurohet hyu, e çonte në teatr e koncerte, siç i thon, e zhvillonte mendërisht. Sa jo kush ishte, asgjë më tepër se një gjimnaziste njomzake, një çupk me përparse të bardhe me uniformë bëjkafe, që linte kokën pas praksive naive dhe të pafajshme të shokëve dhe shoqeve si vetja. Përqafimet, shtrëngimet, puthjet në pajton në sy të karrocierit, në ndonjë qoshe rruge, në një vend të fshehur në teatr, ja ledhatonin sedrën dhe krenarinë e çuplinës, e mbushnin me dëshirë, kuturisjet e tij ja ndisnin gjakun, bënin zgjojë djalli brenda saj, epshi gjithë pushtetshëm që mezi priste të shfrente. Vetëse kjo kokrisje e shkollares kaloi shpejt. Zemërthyrja, pendimi, skuqja përpara të tjerëve nga vendia e asaj që bënte, ju ngulën thellë në shpirt. Arritëm t'i mbulonin krejt dukuritë e tjera. E mundonte të tmerrsisht gjumi, i mbylleshin syt në çdo kohë dhe në çdo vend. I vinte nga që kalonte net të tëra pa gjumë, kalonte orë të tëra duke qarë, ndjente një këputje fizike të përgjithshme. 15. Ai u bë mallkim për te. Ajo e urrente. S'kishte ditë që të mos shkonte në përmendje shqetësimet, pendimin, bërjerën e nërgjegjes. Tani ishte në jetëve robinj e tij. Po nga i vinte një ndihmë i tillë? Si ja krijonte gjendjen e pangushëllimit? Ç'ishte kjo për ulësi, kjo gatishmëri për sklave për t'ia plotësuar gjitha ëndjet, tekat? Ndërkohë që drithrimat e shpirtit nga turpi Savinën i bëshin më shumë gulluese. Me se arritje ai, me moshën e rritur, me fartësinë financiare të sëmës, me marifetet dhe truket e stërvulluara për të nëmbër, që pas kësaj ta kishte në duart fatin e saj? Jo dhe jo. Gjepura ishin këto pandehma. Po ta shihje kështu, nuk ishte ajo që nënshtrohej, në të vërtetë ai nënshtrohej asaj. Syt në balli kishte, e vinte rej sa shumë i përgjerohej. Nërgjegjen e kishte të pastër, në këtë drejtim ishte e qetë. Turpi binte mbi të. Lëre pastaj që po t'i mbushej mendja edhe të palarat janë nxirrte. Për të nxjerrë mund t'ja nxirrte, por ama kurrën e kurrës nuk do ta bënte, se për këtë duhet ishte e poshtër. Poshtërsinë që Komarovski e kishte me tepri, ajo se kishte as edhe një çik. Ja ndryshimi mes tyre, ja dukuria që ja bënte të tmerrshme jetën. Po atëherë ç'të bënte? Me se ta shurdhonte, ta verbonte, me bubullima tima? Jo. Me shikimet e shtrëmbër, me belmësimet që shprehin mospajtim, me të folurën dy kuptimshe. E shite veten të pështjellë nga pezhishka, për cilës nuk shitej dot. Madje, çdo rrvatje për dalë bënte të ngatrojë më keq në atë pezhishk. Edhe mbi të fortin mund bëhet zoti poshtri dhe i dopti. 16. E pyeste veten, çdo të ndodhte vallë sikur të ishte burr i martuar, ç'ndryshim do të kishte në marrëdhëniet mes tyre? U zhyt në botën e sofizmave. Veten e shihte jo rrallë në darën e mungesës së rrugdaljes. Si vinte turp që lëshohin në gjunjë për para saj dhe e luste. Kështu nuk do të mund të vazhdohet më gjatë, i thoshte. Pashi ç'të bëra, e shoh që rrokullisesh në përfaqen e pjertë për ngremin. Vim edhe ja tregojmë të gjitha mamas, martohemi. Qante, i përgjerohej, e luste, ngulte këmbë një lloj që ajo kundërshtonte e nuk donte. Por ato tati ishin vetëm fjalë. Lara as ju avin të veshin klithmave dhe deklaratave false, të shqiptuara me grimasa tragjike dhe me emfaz, që të gjitha treme bosh në brendësinë e tyre.
Vazhdon të ta çonte në dhomat e veçuara të atij restoranti, krupndjellës, portieri, kamerierët, klientët e shoqëronin me vështrime kuptim plot. Ata sikur e shfishnin, kurse ajo pyeste veten. Po pse? Në e dashke dike, a e poshtroke? Njëherë pa ëndër, ishte mbuluar me dhe, jashtë i mbetej ija e majtë bashkë me supin e majtë dhe shputa e këmbës së djathtë. Nga sisa e majtë i doli një tull bari. Diku këndonin sytë e zi dhe gjoksi i bartë si shkum, se lën mashën të shkoj në lumë. 17. Lara nuk ishte besimtare, nuk shkonte në kishë që t'i lutej Zotit, por ndonjëherë, si e hunë e gjendjes shpirtërore të çastit, shkonte të ndjente për brenda tinguj muzike qetësuese. Atë muzikë, ku ishte vetë fjala e Zotit, ajo se krijonte dot, por e gjente në kishë. Aty shkonte për të nxjerrë dufin përmes lodhëve dhe mallëngjimit. Njëherë, në fillim të dhjetorit, kur ndjeu si e mundonte angështia dhe pendesa, vajti në kishë t'i lutej Zotit. Qëndroi përpara ikonostasit dhe ju duk se ja, toka do të hapej, mitet do të shembeshin qemerët, do të rrëzoi kupola, mirë t'i bëhej. Pas kësaj, do të merrte fund gjithçka. I erdhi keq për një gjë. Atë ditë mori me vete Olja Deminën, llafazanën. Prof Afanaseviçi i përshpriti shoqen vesh. Shh, pusho. Kush është ky prof Afanaseviçi? Jo prof Afanaseviçi Sokolovi. Prof Afanaseviç Sokolovi është xhaxhai, fisi i diversinëve. Ja, ai që po këndon psallmin. Shh, pusho. Mos pegoti lutem Zotit. Mesha sa po kish filluar, këndonin bekoje Zot shpirtin tim, me emrin tënd o Zot në jetë të jetëve. Kisha ishte e madhe, bosh, zërat e psalltëve dhe të priftit ushtinin. Besimtarët e pak ishin ngjeshur te ikonostasi. Ishte kisha re, por dritarët e vogla nuk e ndryshonin dot mjedisin, aq më tepër që ishte mod dëbore. I Pitropi, që nga vendi i tij, i fliste me zot lartë, qortues një besimtare e zhelane e shurdhe. Lara, me të hollet të shtrënguara në grusht, shkoi te vendi ku shiteshin qirinjt. Bleu për vete dhe për Oljen, pastaj ngadalë me kujdes që të mos shqetësonte kënd, u kthye aty ku kishte qenë. Prof Afanaseviçi kishte mbaruar psallmin aq të njohur nga të gjithë. Qofshin të lumtur të varfrit në shpirt, qofshin të lumtur të përvuajturit, qofshin të lumtur të eturit për të vërtetën dhe mbrojtësit e të varfërve. Lara u rrënqeth nga këto fjalë. Shtangu, u thanë për te. Dëgjoj, ta kini zili i fatin e të shkelurve me këmbë. Ato kanë që të regojnë për veten. Jetën e kanë për para. Ishin fjalët e psallmit. Ishte porosia e Krishtit. 18. Ditë të mbushur me ngjarje në lagjen Presnja. U dha sinjali kryengritjes. Pak më tutje në rrugën Dverskaj u ngritën barrikada. Dukeshin nga dritarja dhomës së pritjes. Në oborrin e shtëpisë hyn disa njerëz me kovë ndërtuar, lagnin me ujë barrikadën, që gurët dhe kurishtët të lidheshin me akullin e formuar. Në oborrin e shtëpisë fqinje, u mblodhen ato të shtabit drejtues. U ngrit edhe një pikë sanitare. Panë si u ofruan dy djem. Lara i njihte. Njëri ishte Nika Dodarovi, shoku i Nadjes. Kjo e kishte njohur me te. Kishte natyrën e Larës. Ishte njëri i drejtë, krenar, fjalë pak. Ai djalë nuk e interesonte. Tjetëri ishte teknikumsi Antipov, që banonte te Tiverzinët, te gjyshja Olja Deminës. Lara shkonte shpesh në shtëpinë e Marfa Gavrilovnës, e shihte që djaloshi nuk ishte indiferent ndaj saj, dhe ishte aq i mitur e pa djallëzuar, aq i qiltër dhe naiv, sa se fshihte lumturinë që po shihte Larën. Ishte ngjashme me atë që provonte kur shihej një kurije mbështetnash, të mbuluar nga bari i harlisur, i njom dhe të larë nga dielli. Ishte entuziazmi i një djalke mustaqe pa djersur, e bënte pa pikën e frikës mos e qeshnin. Me ta vënë rendikimin që ushtronte mbi të, Lara, pa e kuptuar as vetë, zuri të përfitonte nga kjo. Ndonë se për hir të së vërtetës, duhet thënë se pas disa vitesh, kur u afrua dhe u miqësua, kur u bën përfundimisht që patulja dashuronte çmendrisht, edhe u duk që nuk kishte dot dorë për kësaj ndjenje, atëherë u muar tamam me djaloshin. Djemt luanin luftrash, lojë me rreziqe, tepër e vrueshme dhe trimërore, edhe luanin në një kohë kur për kësi lojrash të varnin apo të internonin në Siberi. Po ja që në kokë
Mbanin ende kapush të ngrohtë, thurur për ta nga duart e kujdesshme të mamave. Lara i shihte ashtu si e sheh një e madhe të vegjlit. Lëvizjet e shpejta që bënin frymëzoheshin nga urrejtja, tipar i përgjithshëm i kohës. Gjurmët e saj i shihej edhe në zymtinë e mbrëmjes gri, në dekët e drurve të mbuluar nga bryma, në oborrin e murm, në shtëpinë e marrëdhur, përpas cilës fshiheshin pas luftimeve të vrrullshme, por më kryesorja dukej në të shtëna që prapa qosheve në pritmat e fitimtarëve. Djemt po shtihen, tha me vete Lara. Kishte parasysh jo vetëm Nikën e Patullin me shokët që luajnë lojë luftrash, po mbar qytetin të mbuluar nga ushtima të shtënash. Janë çuna të mirë, të pastër, shkoi në mendje Lara. Janë të mirë, ndaj dhe qellojnë ashtu. 19. U mor vesh se kundër barrikadës mund të hapte zjarr artilleria. Vendi ishte i rrethuar, nuk mund të shkojë te ndonjë i njohur i pjesëve të tjera të Moskës. Duhej gjetur ndonjë vend strehim, këtu, sa të pak i sigurt. Ju kujtua hoteli i Çernogovit. Se bën të gjatë, shkuan, doli se nuk ishin të partë. Si miq të vjetër të pronarit hotelit që ishin, u caktuan depon e çarçafëve. Plaçkat më të nevojshme i kishin bërë boçe. Nuk i vunë valigje për të mos rënë sy. Shtynin ditët në pritet çastit kur do ishin të detyruar të ndronin vendbanimin. Në ateli puna bëi punë, pavarësisht nga barrikada e ngritur aty pranë. Dhe ja, një mbrëmje të errët, të ftohtë, u dëgjua zilje. Ishte një njeri i rrugës. Njeriu që hyri u paraqiti kërkesa me ton të prerë, ju vërsul me qortime. Kërkoi të bisedonte me pronaren. Që t'i qëtonte gjakrat, doli Fajna Silantjevna. Afroni këtu vajza, u thiri pas pak rroba gjepseve dhe modisteve. I e paraqiti me radh Ardanakut. Ky u përshëndet me secilin veçanti, u shtrëngoi dorën, bëri minjan, siç bisedoi me Fetisovën, dhe u largua pa u ndjerë. Punëtorët u kthyen punishte, hodhen krave palltot, veshën kapelet, po nguteshin të dilnin. Çka ndodhur, e pyetja habitur Amalia Karlovna që ja beu aty. Na urdhëruan të largohemi nga puna, zonjë, jemi në grev. Po pse? Ç'të keqe pas keni patur nga unë, u tha me lot në sy zonja Gishar. Mos u dëshpëroni, Amali Karlovna, me ju nuk kemi asgjë. Ju jemi mirënjohëse për gjitha. Fjala është për ne dhe jo për ju. Tani të gjithë e kanë të tyre në gjithë botën. Nuk shkohet kundër. Kështu apo ja? Dolën një nga një, bashkë me to doli edhe Olja dhe Mina, me Fajna Silantjevna në besnike. Kjo s'lagjë pa i përshpëritur zonjës disa fjalë tek dilte. I tha se po i nskenonin greven për të mirën e vetë pronarës së ateljes, kurse kjo zdroi dot më ju shkreh. Çfarë mos mirënjohje. Dëshpërohet tjetri e bëhet vrerë nga zhgënjimi, edhe vashëza që i fala një pjesë të shpirtit po iken e po mblë. Ta zëm se kaq ja pret. A xhami është, po kjo e madhja, kjo shtrigja plak. Duhet ta kuptoni, mama. Nuk mund të bëjmë përjashtim, u përpoq ta qetësonte Lara. Nuk kanë gjë me ju, përkundrazi. Kjo që po ndodh bëhet në emër të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit, në përkrahje të më të dobëve, në të mirë të grave dhe fëmijëve. S'keni pse e tullni kokën me mosbesim. Nga kjo që po ndodh, do të kemi mirë edhe ti edhe unë. Kurse mamaja gjë për gjë nuk kuptonte. Ja, si gjithmonë, tha me ngashrim. Unë edhe kështu kam një lëshelin kokë që aman o zot. Edhe ti më duhesh. Thuat sa gjëra që të bën të çmendesh. Mua po më shkelin në këmbë, kurse në dalka se qenë kanë në të mirën time. Nuk marr vesh nga këto, me ç'po duket, pas kam rrjedhur. Rodja ishte në shkallën e kadetëve. Lara me tëmën u munduan të vinin në rregull në shtëpinë punishte. Për rruga e pandrequar i shihte dhomët e boshatisura me sy të boshatisur. Edhe këto i përgjigjeshin me pa të shikim. Shkojmë edhe ne si të tjerët në hotel. Shkojmë sa s'ka error. Me dëgjon? Nisemi me njëherë. Filat, i thirrë shërbëtorit. Filat, na shoqëroni ju lutem deri te hoteli i Çernigovit. Si urdhëroni, zonjë. Merr boçën dhe hap syt. Ruaj shtëpinë. Mos harro bukën që ke ngërë në derën tonë. Shtëpinë mbaje me kyç. Bëj si të bësh, e duku andej nga hoteli mos kemi ndonjë nevojë. Si urdhëroni, zonjë. Të falenderit, Filat, të ruajt Krishti. Por im edhe pak, pasti do ndahemi. Zoti e bëft mirë. Dolën rrugë, dihatën ajrin e freskët, sipas ndonjë lëngate të gjatë. Hapësira e ftohtë e kallkanosur u asillte deri te veshët të pastra të kumbushme,
si të qëruar nga bëshdirat tingujt e shtruar dhe të buqimshëm. Turfullonin shkroftinin, kolliteshin të shtënat e artillerisë dhe të pushkëve, jehon atyre shpërndaje e kulluar në hapësirën e akullt. Sado që filati u bërit qartë se ishin të shtëna armësh, si Lara si Amalia Karlovna ngulnin këmbë në të vetën. Thoshin se ishin qitje stërvitore, se nuk kishin luajtur ata njerëz që të shtinin me bomba me plumët vërtet. Domosdo që stërvitore duhet ishin. Në qoshën e rrugës i ndali patrulla. I kontrolluan, s'lën vend pa futur duart, u shkërmitën harbutçe. Kazakët me kasketat zbritura në zverk, çakërqef, i peshuan me shikime të uriturish për gra. Çfarë lumturia, thëmë vete Lara. Gjithë këto ditë nuk do ta shoh Kumarovskin. Nuk kam si shiten prej tij, për hir të mamit e bëj. Nuk mund t'i them mama mos e pranon shtëpia të njëri. Do të zbuloj gjithçka. Po le të zbuloj. Pse duhet patur frikë nga kjo? O Zot, u përmbyst kjo botë me këmbë përpjet. Po tabloja, ajo që është varur në domën ku nisën marrëdhëniet tona. Gruaja apo vazoja? Kështu më duket se quhet. Është tabloj njohur, gruaja apo vazoja. Atëherë ende nuk isha grua, nuk isha si barazohesha me diçka të çmuar. Barazimi ndodhi më vonë. Teresa ishte shtruar me aq luks dhe hieshi. Qetson ashtu sikur po të ndjek njëri nga prapa. Si do ta shpejt, ju që Amalia Karlovna, duke u shumtuar, edhe u tendos që të mos mbetej prapa. Lara nxitonte, një forcë e padukshme e shtynte, po i dukej sikur plëskonte në ajër. Kjo forcë e mbushte me krenari, e frymëzonte. Sa shumë kuturisje e hasdisje kanë ato të shtëna, tha me veten. Ndihen të lumtur të poshtruarit, duken të lumturuar të fyerit. Ju dhënë Zoti shëndet. O të shtëna, të shtëna, të shtëna, edhe ju ditë shprehni. Thuajeni atë që mendoni. 20. Shtëpia e vëllezërve Gromeko banohej nga Aleksandr dhe Nikolaj Aleksandroviç Gromeko, të dy profesor kimie. I pari në Akademinë Petrovskaja dhe i dyti në universitet. Nikolaj Aleksandroviç ishte beqar, Aleksandr Aleksandroviç ishte i martuar me Ana Ivanovnën, emrin e vajzërisë e kishte Kryger. Ishte bie pronarit një uzine të madhe metalprerëse edhe të minjerës së braktisur në Ural, pranë Jurjatinit që ndodhej në po atë pyll ku ishte vila. Shtëpia ishte dykatëshe. Kati në sipërm përdornin për panim, të poshtmin e kishin për mysafirët. Dhëndjet e shumta në dru, pasqyrimi gjallërues i orëndive dhe i mjedisit pasqyra dhe në sipërfaqet e shtëritshme të pianos, akuariumi i madh, mobiljet me dru liri, bime dekorative të shumta dhe të shumëllojshme, ndër të cilat binin sy bim të kacavjerse që të kujtonin leshterikët në shkëmbijtë e koraleve, të gjitha bashkë krijonin përshtypje në një fundeti të mahnitshëm, të përgjumur, që valvit të lehtë bashkë me florën dhe faunën e begat. Gromekët ishin të shkolluar dhe të kulturuar, ishin edhe mikpritës e bujar, e donin dhe njihnin artin, në veçanti muzikën. Ju pëlqente shoqërimi me njerëz të dëgjuar, i sajdisnin dhe nderonin me zemër, organizonin shpesh mbrëmje me muzikë dhome, ku luheshin pjesë muzikore në piano, interpretoheshin sonata në violin dhe në kuartete harqesh. Në janarin e vitit 1906, fill pas udhëtimit të Nikolaj Nikolajeviçit jashtë shtetit në Sivcev, Gromekët po përgatiteshin për koncertin e radhës me muzikë dhome. Në program parashikoi interpretimi një sonate e vepër e një kompozitori të ri të shkollës të Tanjevit dhe të Ljoja Çajkovskit. Përgatitet për shfaqjen i filluan një ditë më parë. Lëvizën mobiljet, rregulluan sallën. Në qoshe dëgjoi përsëritje monotone e të njëjtit tingull muzikor. Ishte mjeshtri i akordimit që merrej me pianon. Në kuzhinë përgatitej darka, gatimet holla, siç i kishte hije derës së profesorëve të nderuar. Që në mëngjes u azuri derën, Tuafja Schlesinger, mikesh për kokë e Ana Ivanovnës, njëri i saj më i besuar. Ishte një grua lartë me tipare të rregullta, fytyre, por që dukej më shumë si burr e për së largu të kujtonte lartmërdhërinë. Sidomos kur mbante kokoren bojgrime, Gzov Karakuli vën pak më njanë. Nuk e hiqte as në mjedis e miq, vetëm se ngrinte pak mi ball, që bënte të ngrihej edhe vele i mbërthyer në kokore. Shoqet e kishin bërë zakon të ndanin me njëra tjetrën hidhrimet, shqetësimet, dertet,
Të këshilloheshin në çdo rast si të çliroheshin nga telashet, duke u thumbuar e kamxhikuar pamëshirë me shoqja shoqen, nuk kursenin as shigjetat e helmta njëra kundër tjetrës. Skenat e kapërtimeve ishin bujshme, por të shkurtra. Sa kaq, u alinin vendin skenave të pajtimit me lot të nxehtë, me ofshamë pendimi, me kërkim ndjese. Grinjet e bujshme që përsëriteshin rregullisht, vërtet ndikonin për mirë. Pas tyre qetësoheshin, binin squk, siç bien shushunjat, pasi nginjen me gjak. Zonja Schlesinger ishte martuar disa herë, por e kishte bërë zakon fill pas divorcit që t'i harronte burrat, si të mos kishin ekzistuar. Lidhjeve martesore nuk u jepte kurrfarë rëndësie. Në sjelljen e saj kishte kohë që kishin hedhur rrënjë reflekset e vetmitares. Ishte teosofk, besonte në bashkëvendimin me shpirtrat, e njihte mirë ritualin pravoslav të faljes të kishës. Qëllonte e pushtuar nga ekstaza, të ishte ajo që ju adiktonte me zotlar priftërinj dhe psalltëve e curinë e liturgjisë kishtare. Merrte vesh nga matematika, nga mistika indiane, dinte adresat e profesorëve të mëdhenj të konservatorit të Moskës, dinte dhe hollësitë të intimiteteve të jetës së tyre. Zoti i madh, e ç'nuk dinte ai njeri. Nuk ishte rastësi që ja dëgjonin me aq vëmendje mendimin e gjyqtares orrekt, por të drejtë. Të gjithëve u kishte ënda të konsultoheshin me të për problemet. Të ftuarit u mblodhën në orën e caktuar, binte të borë, sa herë që i hapej porta e madhe e hyrjes kryesore, futej me vërtik ajri i ftohtë, i shoqëruar me shtullungave shtullore flokësh të borë. Burrat futeshin së bashku me të ftohtin e rrugës, shkelnin dyshemet me kpucët me qafa, duke shfryrë e pshertir, duke rufitur hundët, në fytyrat e përskuqura, u duke i shprehja kënaqësisë që më në fund po gjente shpirti qetësi, kurse gratë, me purpurin në mollza dhe me fshikje bryme në fytyrë, pasi zbërthenin dy komça të sipërme të peliçeve, edhe pasi largonin pak shallin me push, zinin e shkullnin baluket nga bryma. U jepnin vetes pamjen e të zënave me paraqitjen e jashtme, me shrimi gjallë, tincarie dhe dhelpërie. Nipi kuis, përshpritën vesh më vesh kur pan të hynte pianisti i ri, që shkelte për herë të parë në derën e Gromekove. Nga salla, përmes dyerve anësore të hapura, si në një rrugë dimri, dukej tryeza e gjatë, e shtruar në sallën e ngërnjes. Të lëzonte sytë lodërimi drejthijes në faqet e shisheve me verë të kuqe të klasit parë, po jo më pak edhe ndriçimi i argjend në faqet e shisheve me vodkë. Imagjinatën të ngacmonin kupat gjatoshe, plot me salcë pikante për të hapur oreksin, të gatuara me gjalpe me uthull. Kupat kishin vënë në tabakat vogla prej argjendi, të lëshonte lëng goja nga mishi i pjekur i gjahut, me të cilin ishin mbushur pjatat. Mezete lloj-llojshme, po ashtu ishin këndellëse. Deri pecetat bord bardha të hekurosa me merak dhe të palausura bukur, të vëna për brita këmbëve të sërmta, ta bënin me sy që t'i prekje sa më parë me dorë. Në mesin e tryezës ishte vënë një saksi me cineare. Lulet e saj bujvjollës lëshonin një aromë që të kujtonte erën e bajamës e egër. Dukeshin si të vëna enkas për të ngacmuar edhe në këtë rrugë oreksin e të ftuarve. Për të mos e lërguar dhe më shumë nga vetja kënaqësinë që t'i jep ushqimi toksor, të ftuarit u ngritën të zinin vendet për të shijuar sa më parë kënaqësinë e ushqimit shpirtëror. Ulën në karriget e vëna rresht. Nipi kuis ulë në piano. Në përsallë përsëri mbretëroi përshpërima e lehtë. Koncerti filloi. Kishin dëgjuar që flitej për këtë sonatë. Ishte mërzitshme, cerebrale, pa shumë shpirt. Ajo që kishin dëgjuar doli e vërtet. Sonata për më keq ishte dhe shumë e zvargur, e zgjatur. Në pushimin që pasoi u shprehën mendime, disa kritik folën edhe në një fjalë të mirë, por shumicës sonata nuk i pëlqeu. Në zhurmën e karrikeve që lëvizën, në tymtajen nga pirja e duhanit, përsëri sytë e të ftuarve u ngulën në tryezën e shtruar që i priste. Thanë të fillonte sa më shpejt pjesa e dytë. Nuk kishin që të prisnin. Pianisti pa me bishtin e syrit nga publiku, u bëri shenjë instrumentistëve të fillonin. U dëgjua melodia kapërthyse e violinave. Trioja e Çajkovskit krijoi përshtypjen e gruas që dënesej. Juri, Tanja dhe Misha Gordoni, që banonte prej kohësh te Gromekot, ishin ulur në rreshtin e tretë. Ju do pak Jegorovna,
i përshpëriti Yuri Aleksandroviçit që rrinte në karrigen përpara tij. Në pragun e derës pani Jegorovnën, shërbëtorën plak të Gromekove. U bënte shenja që shprehej në shqetësim dhe padurim. Tunte kokën në drejtim të Aleksandroviçit. Ky ktheu kokën nga shërbëtorja, e pa qortushëm, rrudhi supet i habitur, kurse Jegorovna jo vetëm s'u largua, por e forcoi edhe më tepër shprehjen e shqetësimit. Ndërmjet tyre u vendos sa kaq një komunikim, që ngjante më shumë me atë ndërmjet dy shurdhmëmecëve. S'kishin si të mos të riqnin vëmendjen e të tjerëve. Ana Ivanovna shigjetoi të shoqen me ca shikime asgjësuese. Aleksandar Aleksandroviç u ngrit. Duhej bërë diçka. I skuqur nga sikleti pa zhurmë me një anazi, kaloi përgjatë murit të sallës dhe ju afrua Jegorovnës. Turp të kesh, Jegorovna, e shta qenë ka kjo ngutje që nuk të duruat, më thoshe pasi të mbaronte koncerti. Fol dhe çka ndodhur? Jegorovna diçita me pëshërtim të shpejtë. Nga hyrja hotelit Çernogov. E çfarë? Ju kërkojnë të jeni aty me njerë. Po vdiska, e mora me mendje. Nuk shkoj dot, Jegorovna. Kur të mbaroj koncerti, po. Do të vete me një frymë. Më përpara në asnjë mënyrë. Karrocieri ju pret. Ka ardhur me pajton. Ju thashte, po vdes një njeri juaj, një grua. Është një nga zonjët e njohura. Jo dhe jo. Le të bëjnë si të bëjnë ato atje edhe pa mua. Si të marrë koncerti, do të vete me një frymë. Pasi mbaroi pjesa e parë e trios, Aleksandar Aleksandroviçi ju afrua kuartetit, edhe pa pritur të shuheshin durat rrugitjet u foli për fatkeqësinë që sapo i njoftuan. I luti ta ndërprisnin koncertin. Pastaj, si ja bëri me dorë të pranishmëve të kishin pak vëmendje, ju tha me zot lart. Zotrin, jemi të detyruar të mos e vazhdojmë trion. Me duhet i shpreh keqardhjen time violonçelistit ton të nderuar zotit Fadej Kazimiroviçit. I ka ndodhur një fatkeqësi. Është i detyruar të largohet. Në këto çaste pikëllimit madh, nuk ma ka hënda ta lë vetëm, që na ime pranë tij mund të jetë dobishme, madje domosdoshme. Do ta shoqëroj. Juroçka, dil lutem dhe i thuaj Semionit të afroj slitën te porta. E di, po pret, gati duhet jetë. Zotrinj, nuk po largohem gjatë, nuk po ju lëlam të mirën, do të them sa më shpejt. Djelmoshat, ju lutën Aleksandar Aleksandroviçit, ti merrte me vete në slit, ndonë se nata ishte akullt. 21. Pas dhitorit jetoj për 3. Tek tuk dëgjoheshin të shtana. Kishte rast të zjarresh, po vetëm si bishtrat atyre që kaluan. Kur ndonjëherë nuk ishin udhëtuar aq larg, aq gjatë si këtë natë. Dhe nuk ishte se po shkonin kush e di se ku, në ndonjë vend të largët. Ishte të ftohtit e egër, i shoqëruar nga mjegulla verbuese, ai që e tjetërsonte dhe coptonte hapësirën daldore, e bën të dukej veçantë, jo si shoqet kudo në botë. Tymi i devaritur dhe i hallakatur i zjarreve, kërcitet e thata të hapave, zharima e patinave të slitave mbi dëborën e ngrirë, krijonin përshtypjen se ishin duke udhëtuar drejt pafundësisë. U dukej se po i priste diku larg vendi misterios. Përpara hotelit qëndronte një kal i mbuluar me qilim, me jetë fashitura, i mbreur në një slitë luksoze. Në pup arrinte ulur një trimosh kokorosh me mëngët e qyrkut, e kishte pushtuar kokën dhe po ngrohte veshët. Te sportili i hotelit ishte ngrohtë, me krah të mbështetur në banak, po flinte hotelieri në nurisur nga shohërima e ventilatorit, nga uturima e zjarrit në sopë dhe nga këngëzimi i çajnikut që nxehte ujin. Në të majt, një grua e lyer trash shihej në pasqyrë, dukej zonjë e thyrë. Fytyrën e kishte të enjtur e të mullosur, të pudrosur fort. Kishte veshur një gjysmë peliçe gzofi, që dukej jo fort e përshtatshme. Veshje fare e lehtë për këtë mod të thëllimt, dukej që priste dikë. U kthye me shpinë nga pasqyra, edhe duke i kthyer kokën sa në njërin sup në tjetrin, pa për të fundet herë sa e mirë ishte nga prapa. U hap porta dhe hyri karrocieri trimosh, duke i kalkanosur. Palto e trash me cilën ishte mbështjellë fort, se kishte mbrojtur dot nga acari, të ftohtit i kishte hyrë në palc. Po ai do qëndroj edhe shumë atje? E pyeti zonjën që shihej në pasqyrë. Po të lidhesh me ca si ju, të del nga duart kale, të merr në ftohur dhe paguan shtrenjtë. Rasti i dhomës numër 24 ishte rëndomt me jetën e vërsuar dhe të mbushur me të papritura të kohëve të fundit. Personeli i shërbimit u mësua me sinjale alarmi, me njoftime rastesh të jashtëzakonshme, me fatkeqësi të rënda. Kishte që çmendeshin.
Kishte që bënin potere, harbonin, nërkryeshin, shkaqet nuk dieshin, ndodhnin edhe pa ndonjë shkak. Shërbëtori i korridorit nuk ka dilte dot, ndaj kërkoi ndihma e të tjerëve. Atë të dhomës 24 arritën ta shpëtonin, i bën lavazh me ujë të ngrohtë e detyruan ta villë atë që kishte goditur. Mbeti gjallë. Shërbëtori Agllashi u raskapit duke i quar në banjë kovat me ujë në lëtyr e pastaj i kthente me ujë të pastër. Kurse në dhomën e kamerierëve, furtuna kishte filluar më përpara. E kush mund ta pëndajte atë që ndodhi? Nga befasia dhe frika mos vdiste, e dërguan në këtë acar karrocierin Terjoshka të merrte doktorin. Kur i ndodhi, as Komarovski nuk ishte qenë aty. Erdhi më vonë në korridor përpara derës. Nuk kishte aq shumë njerëz si tani. Kot qëndronin, vetëm pengonin lëvizjet e personelit shërbimit. Sinjali i katërhurës u dha në çastin kur në kalimin e ngushtë nga sporteli i kuzhinës për në restorant të mbushur me njerëz, dikush u kthye vrulltas dhe u përplas me kamarierin Sisoj. Pikërisht atëherë kur ky gjysmë i përkulur mori vrull për të qartë të mbledhurit me tabaka në rënd në dorën e djathtë, ndërkohë që të majtën e mbante të ngritur lart. Sisoj i flutoi tabakaja nga dora. Supo u derdh, pjatat u thyen. Bëri me faj pjata Larsen. Tha se ajo duhet pagunte për dëmin. Tani ishte ora 11 e natës. Kohë kur linin punën, kurse pjata Larsja spushonte së dërdulliturje e së shari. S'ke fuqi, dridhesh si dreqi. As duart as këmbët s'të mbahen. Natë ditë rri për qafe me të paudha. E votkës së ndanë mërhor. Se ta do gjani dejen, jë më pak se hargalisjen. Nga kjo dhe usullisht të tjerë njeri prap, thua që të pas kam shtyrun, unë qenë kam e faj, unë duhet pagua kam dëmin. Po xelat ku i kishe mër dërdalec me shpëndëra, apo futje katundit. Thua ti, po kush të dëgjon pa? Unë atë që kisha për të thënë e thash Matrena Stepanovna. Ju këshilloj ta mbani gojen, ti zgjidhni mirë fjalët, ndryshe do ta keni pisk me mua. Të ishte ndonjë për të qenë ajo, pas së cilës le sytë e humbe mendjen, hajde te, se e bete. Punë zemre është. Po t'i arbon pas zonjës Prodam, asaj si bën lëkura as një lek. Nga ato të bulevardit është. Ja dhe kjo tjetra që pju bar miu që donte të helmohej dhe na hiqka veten si të pafajshme. Se mos e nisëm sot punë në hotel. Se mos nuk kemi parë kush hyn e kush del këtu. Misha dhe Juri venin e vinin në korridor përpara dhomës numër 24. Nuk ndodhi ashtu siç kishte pandehur Aleksandr Aleksandroviçi. I kishte ardhur keq për violonçelistin. Kishte menduar se do t'i rrëndonte shpirtin fatkeqësia e saj gruaje. Kujtoi se tragjedia lidhej me të. Donte t'i gjendej pranë, se nderonte, i duke djalë i mirë pra. I duhej qar halli. Kurse ajo që kishte ndodhur, një dreqje merrte veç se ç'ishte. Ndyrsi, skandal. Kryesorja, diçka krejt e pahishme për t'u parë nga djemët. Misha me Jurin çapiteshin në korridor. Po hyni pra, pse të mos hyni të tetoja mbërdjema, ju drejtua për herë të dytë me zë të ulët shërbëtori i korridorit. Hyni mos kini droj. Nuk ka asgjë që nuk lejohet shihet. Tani ajo është jashtë rrezikut. Se të rregulli sado që të qëndroni gjatë në korridor, na ndodhi një e keqe. Kamerieri u përplas me njërin si ju, edhe i bëri cop pjatat e shtrenjta. E shihni vetë, punojmë të rënduar, na mbyti ngushtica. Hyni dhe, hyni. Djemë bërnë si i thanë. Dhoma e ndriquar nga lampa me vajguri ishte zhytur në gjysmë errësirë. Llambën e kishin quar matan perdesh në gjysmën e dytë të dhomës nga ku vinte era e keqe. Në qoshin e ndarjes ishte një krevat. Perdja që ngritur kishin harruar të ulnin. Llampën në të e ndriçonte fort vendin. Ngjasonte si një teatër ku duan të veçojnë një vend për qëllime efekti skenik. Helmimi ishte bërë me jod dhe jo me bar miu, siç u shpreh pjata Larsja. Mbante erë të fort, shpuese, si që mban fruti i papjekur jarrës, kur e nduk dhe anxjer lëngun i shil që të nxin gishtat. Në krevatin e qoshës rrinte shtrirë një grua gjysmë zhveshur. Flokët e verdhi kishte lagur, të ngjitur, kokën e mbante mbi legen. Duke e larë në djerës dhe në lot, djempi i larguan syt me njëherë. Ju erdhi turp ta shihnin atë lakuritësi, ndërkaq Juri e fiksoi për gjithmonë pamjen e gruas, që kishte dashur të helmohej, e çmerite ajo pamje. U bit njëherë për gjithmonë se në rrethana të caktuara, gruaja nuk është ajo që përftyrojmë. Mund t'jetë edhe kështu si kjo, e dërmuar nga dhëmbja dhe ankthi, e drobitur nga mungesa rrugdaljes,
që shtrëngohet edhe shpërfytyrohet nga mundimi e sikleti, ajo që zakonisht përfytyrohet si mbishërim harmonie në kryeveprat e skulpturës botërore, bëhet e ngjashme me ngritësin e peshave, me muskujt fryrë, vetëm në mbathje i të ndosur përpara garës. Më në fund dikush i thirri mendjes dhe uli perten. Fadej Kazimirović i dashur ma jep pak dorën, belzoi mbytur gruaje stërmunduar nga lotët edhe dënesat që nuk kishin pushuar. As sikur ta dinit sa shumë vuajta. E bëra nga disa dyshime, mu bë sikur po për fat doli që fantazi ishin, marzit mijat ishin, imagjinata ime smuri polli. Fadej Kazimirović, çfarë lehtësime, edhe më në fund, ja, gjallë jam. Qetësoni, Amalia Karlovna, ju lutem shumë, qetësoni. Keq, shumë keq ja punohet vetes, tani qetësoni. Do të kthehemi menjëherë në shtëpi, u tha Aleksandar Aleksandrović fëmijëve që dukeshin të stepur, të trunditur, por të druajtur në dhomë të errët ku nuk po dinin ku t'i çonin syt. Ashtu vetë ju shkuan në atë anë të dhomës që ishte pa ndriçuar, nga që e kishin hequr llampën. Muret ishin muluar me fotografi. Në anë ishte një raft me rradhonj pentagramesh të mbushur me nota. Në tryezë kishte letra dhe albume, ndërsa në anë saj, në një kolltuk, flinte një vajzë me kokën mbështetur mbi krah, me të cilën kishte përqafuar shpinën e kolltukut. Duhet ishte e kapitur për vdekje, derisa zhurma e lëvizjeve, zërat e njerëzve që hynin e dilnin, nuk ja kishin prishur dot gjumin. U bindën, ardhi atyre këtu ishte e kotë. Qëndrimi më gjatë ishte i pahishëm. Tani do të nisemi, përsëriti me belbësim Aleksandar Aleksandroviçi. Me të dalë që andej Kadej Kazimiroviçi, do të përshëndetemi dhe do të nisemi. Por në vend të violonçelistit, që andej doli dikush tjetër. Ishte një mësombur truplidhur, i mbajtur për bukuri, i rruar taze, i sigurt në ato që bënte. Vetbesimi i buiste nga çdo qelizë e qenies. Në dorën e ngritur mbi kokë mbante llampën, ju afrua tryezës, përbrisë së cilës në kulluk flinte vajza. Llampën e vurin tresë, drita e fortë e zgjoi vajzën. Ky i buzëqeshja atij njeriu, rrudhi syt nga drita e fortë dhe u shtriq. Kur e njohu kush ishte, Misha u rrëqet nga e papritura. E përpiu me sytë e shqyer. E tundi jurin nga mënga, afroi kokën për t'i thënë diçka. Si të vjen turp që guxon të pushpëritesh në shtëpinë e huaj, ç'mund të mendojnë, edhe me pamjen e shpërfillësit, i la të kuptonte se nuk donte ta dëgjonte. Pan të habitur ç'ndodhi ndërmjet vajzës dhe burrit. Vu në re si u morën vesh pa zë me njëri tjetrin, vetëm duke vështruar shikime. Në këtë komunikim të tyre, se ç'kishte diçka jo të mirë, fshihej mister. U duk sikur ai ishte aktori, kurse ajo marionet në duart e tij, me të e i bënte ç'të donte. Buzëqeshja të lodhurës e detyroi vajzën të mbyllte sytë përgjysëm, t'i hapte pak, fare pak buzët, kurse shikimeve tallëse dhe qësëndisëse të burrit ju përgjigj me shkelje të lehtë të syrit, që lindet kuptoje jo thjesht mirëkuptim, por bashkëpunim. Të dy dukeshin të kënaqur, që gjithçka u mbyll aq mirë, e fshehta s'u zbulua, kurse helmuara mbeti gjallë. Juri, me sytë që lëshonin nxixa, po i përbinte të dy. Nga errësira ku nuk mund ta shihnin, hetoi me sy mjedisin e ndryshuar nga drita e llampës. Pamja e njeriu të rënuar dhe të zvetnuar shpirtrisht, që kishte vajza, ishte rrëqetëse. Dukej që e fshehta e mbuluar nga misteri, ishte pa turpësisht e hapur. Vrulli ndjenjave të kundërta, ja vërshoi vetdijen djalit. Zemra ju ndrydh prej ankthit, po provonte ndjenja që deri sot nuk i kishte provuar. Dukej sheshit, i kishte ndodhur pikërisht ajo për çka i Misha dhe Tanja kishin çuritur një vit të tërë. Ishte dukuria që ju a kishte vrarë zemrën me banalitetin dhe harbutrinë e shfaqjes. Ishte ajo që aq shumë i tremte, po dhe po aq i joshte. Me të, ato pa pikën e vështirësisë habiteshin largësi mbrojtëse. Po tani, ajo forcë magjike ndodhej para syve të tij dhe të Mishës. Ishte krejt e trupzuar, por që përsëri u dukej si ëndër. Ja ku e kishte mishërimin e saj. Të shfaqur në tërë forcën shkatruese e zvetnuese, u ngjall të mshirë dhe u drejtoi për ndihmë. Pas kësaj që po shihnin
se ku të ratis filozofia e tyre fëmjerore, e si do t'ja bënte tani Juri. E di kush është ai? E pyti Misha kur dolën rrugë. Juri, duke i zhytur kokë e këmbë në mendimet dhe në përjetimet vetjake, nuk i ktheu përgjigje. Është njeriu që e dehte dhe mori më qafë baban tënd. Të kujtohet ndodhia e vagonit? Të kam treguar. Jurit s'po i shqitej mendja nga vajza, nga ardhmja që e priste. Nuk mendonte për tatin, për të shkuarën, dhe ishte shumë i zënë me ato mendime, saqë në fillim nuk e mori vesh se për çfarë po i fliste Misha. Në ajrin e kallkant ishte vështirë, thuj se i pamundur kuvendimi. Semjon, mërdive Semjon? E pyti karrocierin Aleksandër Aleksandroviçi. U nisën.